Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Përsëri së bashku Sport Show, dhe pse është sezon veror, vazhdon rrugtimin e tij sepse ngjarjet sportive janë prezente. Kanë përfunduar shumë kampionate, lojë me dorë i futbollit, por atletika si edhe turnet ndërkombëtar kanë qenë prezente gjatë ditëve të fundit dhe ne do të ndalemi sonte në futboll dhe atletik. Kur themi futboll, do të ndalemi tek Vllaznia e Shkodrës. Dy ndeshjet miqësore që janë zhvilluar, fillimisht dy vllaznitë, Vllaznia e Shkodrës me teknikun Edi Martini dhe Vllaznia Elit e Milanos me presidentin Benar Xheka, që kemi thënë edhe herët e tjera, ka formuar një skuadër kuqe blu në Milano. Dhe miqësoria djeshme luajtur mbrëm pikërisht në stadiumin e Tuzit, aty ku Decici fitoi me rezultatin 1-0 ndaj Vllaznisë. Por natyrisht edhe problematika e ditëve të fundit lidhur me stadiumin Loro Borici, një koncert i mestrit të madh nderit e kombit Bujar Çamili ka futur në sherr klubin Vllaznia dhe Bashkinë Shkodër, janë përfshirë dhe tifozët shkodran, polemika nga më të ndryshmet, çka duket se e ka pësuar dhe zhvendosja e ndeshjes ndërkombëtare të Vllaznisë për të luajtur në Elbasan Arena. Por krahas Vllaznisë do të kemi futbollin tjetër, kemi edhe një ngjarje tjetër sportive ku ekipi U19 ka fituar një torneo të rëndësishëm në kryeqytet me një finale me ekipin italian Verona, por ajo çfarë ka bërë më tepër buj ka qenë një torneo ndërkombëtar Shkodra Summer 2025, ku si zakonisht Shkodra Sport Event me drejtues Jetmir Podgorica mbledh mbi 700 fëmijë sportistë dhe mbi 500 të tjerë shoqërues të tyre, një rekord në Shkodrën sportive dhe Shkodrën turistike për 3 ditë me radhë, një torneo i cili u kurorëzua me shpërndarjen e shumë kupave dhe diplomave. Por natyrisht atletika është ajo që ka vendin kryesor, atletika është mbretëresha e sporteve dhe ekipi i të rriturve, ne kemi folur javët e kaluara për ekipet e moshave, për U20, U18, U16, për Kupën e Shqipërisë, kanë fituar trofeta radhazi. Por çështja mitore, siç thuhet në gjuhën popullore, ka qenë kampionati kombëtar i zhvilluar në Elbasan, ku Vllaznia u shpall para 17 radhazi, kampion e Shqipërisë dhe e 29-ta në historinë sportive, pra një rekord për atletikën shkodrane. Por duke qëndruar tek atletika, kemi shijuar një tjetër aktivitet interesant, dita e kërcimeve, që i përket kërcimit së gjatë dhe kërcimit të rahapsh, që i është kushtuar një emri të madh, një emri legjendë në sportin atletikës, pikërisht në këtë disiplinë, por edhe të tjera, Arben Mloja, i cili ka qenë protagonisti kryesor i këtij aktiviteti që është zhvilluar në Shkodër dhe krahas garave në pistën e kërcimit, ka qenë një takim vlerësues, një takim që është përcjell dhe karriera sportive dhe është vlerësuar nga disa instanca të ndryshme, qoftë nga Bashkia, Federata Shqiptare Atletikës dhe veteranë të tjerë, karriera sportive e Arben Mlojës. Të gjitha këto do t'i përcjellim me një panel që më njëherë ju bëj me dije, duke filluar nga kampioni i atletikës Dorian Idrizaj. Mizerdhe Dori. Prej vitesh jeni, tashmë mund të themi edhe për ju veteran, sepse karriera juaj sportive është prej vitesh tek Vllaznia dhe sistematikisht jeni në vendin derit dhe me titull kampion, siç ishit edhe këtë radhë në 400 metra me pengesa, dhe kjo kupë të nderuar shikues, është kupa e ekipit. Ju kemi mësuar këto emisionet e fundit se në çdo emision kemi kupa, kemi pasur kupa të një pasnjëshme. Kjo është kupa radhës, kupa e atletikës e 17 radhazi dhe 29-ta në historinë në përgjithësi sportit atletikës, një barazim me rekordin e Partizanit. Kënaqësi e madhe për mua është se në këto 17 vite, ku kjo 17 vite radhazi, si thojmë, unë kam kontribu për. Në të 17 titujt kampion të fundit? Kam kontribu me pikë. Për mua është titulli... Kjo meriton një vlerësim. Për mua titulli 7 kampion. E kam fillu me të gajën e 3 hapshit dhe kohët e fundit kam kalu në gajën e pengesave. Kënaqësi e madhe është edhe, nuk e di, tash e shoh. Nuk diskutohet, kënaqësi e madhe, merit kanë të gjithë kolegët e... Po se pranoj hala titullin veteran, nuk e pranoj. Për 2 arsye. Jo, veteran e thash në kuptimin e mirë të fjalës për karrierën e gjatë sportive, që ju plotësuat u bën maj një aktiviteti i veteranëve për
nuk e di. Kampionati botnor i atletikës për veteran. Europian ose botnor? Edhe botnor, i gërshetuar. Po, i gërshetuar ishte. Dhe aty marrin pjesë 35 vjeçarët e sipër. Po. Unë për momentin jam 34. Po shpresoj që edhe kur shkoj 40 do të garoj me ekipin e parë. Po, me ekipin e parë. Shpresoj. Kjo është deklaratë Kjo meriton një respekt. Nëse do kishim të një autodor, do t'i ftonin një duar të rrugë për Idrizën, por me të vërtetë vazhdimisht e kam hasur për aktivitetet dhe vit pas viti, por këtë radhë mori guximin të ishte në studio për të na sjellë këtë kupë dhe kjo medalje është medalja personale Lorian Idrizajt, i cili ka fituar vendin e parë 400 metër me pengesa. Me 400 me pengesa. Unë garova në 4 gara. Në 110 metër me pengesa, aty dola i dyti. Në 4 herë i 100 me ekipin, aty ishim shumë afër rekordit. Për 100 nuk e thyme rekordin kombëtar. Ishim unë, Frankoja. Mos ne konsumo gjitha, bëjmë prezantimin e panelit dhe më pas se do të dalim me gjërësi që kemi edhe pamje nga aktivitetet dhe nga foto, nga garat të ndryshme. I ftuari tjetër që është në mes të panelit është Arben Mloja, e thash me herët, një veteran i spikator 50 vite me sportin atletikës. Për brikë kësaj kupe të atletikës janë 3 nga ndërimet e shumta, që ishin mbi 10 apo 15 ndërime dekorime në takimin vlerësues që u zhvillua në Loro Boriçi në stadiumin e Shkodrës, krahas konkurimit për disiplinën e kërcimeve, ishte edhe një mini ekspozit ku ishin ekspozuar të gjithë karriera sportive e Arben Mlojës, po që u pasurua edhe më tepër me vlerësimet me titujt që ju akorduan, ku 3 prej tyre janë këtu. Mirëmbrëma, mirë erdhe Arben Mloja. Dhe janë këto, i keni zgjedhur 3 nga shumë, Njëra është nga Bashkia e Shkodrës, si sportisti më i mirë i 100 viteve vllaznisë, si sportisti i shekullit. Që e dorëzoi Orton Luli, kryetari i Këshillit Bashkiak, që për ato që nuk e njohin mirë, është një ish koleg i Arben Mlojës dhe një ish kampion dhe rekordmen i atletikës në vrapimin 100 metër. Një sportist model në gjitha derimet. Me sa di unë, e rekordi i tij akoma. Në këtë garën e fundit e thej ja thyen në rekordin e 200 metrësh. Po një këtë kampionatin kombëtar tashti. Franco Burraj? Franco Burraj. Bravo, një shkodran, ja thoj, një shkodran, dhe kjo brenda familjes. Mirënjohja tjetër është nga shoqata e veteranëve të atletikës, se tashti unë jam pjesë e veteranëve të atletikës, dhe mirënjohja tjetër është nga shoqata sportive e atletikës me kryetar zotin Albert Marshej. Plus më sajna ishin edhe klubi Partizani, si që po edhe ti, shumë shoke, miqë, dashamirë. Klubi Partizani, Federata Shqiptare Atletikës, Gjergj Ruli, ishte një medalje dhe në aspektin personal, ish president, i suksesshëm për shumë vite në Federatën Shqiptare Atletikës, por edhe një kolege jo, një rekordmen. Pavarësisht se moshë shumë më i madh se sa unë, po në garën e kërcimit zjatit kena pas shumë konkurrencë njëri me tjetrin, dhe fati jam i mi ishte që unë kam... Do të plasim në gjërësit për këtë event, sepse kemi edhe pamje dhe janë në vërtet interesante, por Jetmir Podgorica është i ftuar i radhës, që plotson 3-shën e panelit. Jetmir, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Jetmir Podgorica krahas karrierës sportive si arbitër futbolli në kategorinë superiore, pra është në top listën e arbitrëve të Shqipërisë në kategorinë superiore. Mban dhe pozicionin e sekretarit të përgjithshëm në shoqatën rajonale të futbollit shkodran në Shkodër, por ajo që për atë që është në studio ka të bëjë me pozicionin e drejtuesit të shoqatës Shkodra Sport Event, një shoqatë e cila tashmë është futur në traditën e organizimit të shumë trofeve në shkallë lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare, siç ishte edhe kjo fundit, që me të vërtetë ishte një masivitet të madh. Urimi për këtë aktivitet, me të vërtetë ja duhet të mbarë. Me të vërtetë keni krijuar edhe një staf kontribues, që është meritë juaja që i keni përzgjedhur, por ju jeni dirigjenti. Falenderoj për gjitha komplimentet. Në raport me ndoshta me 40 një nuk kena pru kupa dhe medalje sepse kena shpërndarë sportistëve që kanë qenë pjesë aty. Ishin mbi 20 kupa, do të jenë në pamjet e kronikës,
ku ju shpërndat së bashku me kolegët tuaj Lazar Matia, Hysen Zmiani e të tjerët që u shpërndan në ekipet rajonale, por edhe me gjërë, kishë edhe nga Italia edhe me larkë, përfaqësuese që merrin pjesë në turne. Patjetër është një turne tashmë tradicionale, është e 8 edicion radhës që ne bëjmë për Shkodra Sport Event, edhe pjesëmarrja gjithmonë vjen duke u shtuar. Normalisht edhe pjesa që thotë ju domethënë duhet edhe pjesa e stafit, po edhe pjesa e bashkëpunimit me institucionet përkatëse që besoj që kanë në nalësinë e duhur. Mirë, ka sa për prezantim, do të prezantoj edhe kolegët e mi që janë në anën tjetër të ekranit, në pultin e transmetimit, janë pikërisht Ensar Basha dhe Florian Gerdani. Përpara se të shkojmë tek kronikat e futbollit për miqësorët e luajturë të Vllaznisë, do ta konsumojmë pak edhe tymnajen, po themi, dhe kështu po konsiderohet, apo jo mloja, lidhe ju jeni pjesë, të gjithë jeni pjesë e atij stadium, që ka 2-3 ditë që është ka dalë përtej urës e Bacallekut, si e themi ne, përtej Shkodrës dhe është bërë pjesë e analizave në gjitha mediat kombëtare. Çfarë po ndodh me stadiumin Loro Boriqi, një koncert i diskutuar, i propozuar për të organizuar me protagonist Bejar Çamilin, ka marrë flak. Unë të them të drejtën, nuk jam kundra koncerteve për këngëtarët, se kena pa në stadiumet e Tiranës, si koncertet zhvillohen, po nosha periudha shumë e shkurt me ndeshjet e Champions League. Se unë jam me vetë ndjeni tyne problemeve, në momenti që hedhet shorti, UEFA stfal çan delegacionet e tyne për me kontrollu stadiumet. Për infrastrukturën komplet, jam brenda stadiumit, po edhe jashtë ambienteve të stadiumit. Ne dëshmitarët e ndeshjeve të vajzave të Champions League, ka një rregull ta stfalin sekondin. Lënë për të bërë në edhe koncertet me gjithë bashkia bashkë me Albanin do të gjeni rrugë zgjidhje. Më duket se mund të kenë radhë dakord, po mu nuk më pëlqen kja zhvennosja në Elbasan, me që kryetari i bashkisë e zhvennosi para bashkisë, po gjithë tifozët e Shkodrës me shku me një këndeshje në Elbasan, sikur ka kriju i fije pak në sin qytetin e Shkodrës. Shtonon, pak sa, po rrethanat kanë të tilla, por çdo veprim ka pasur një antiveprim. Ne mund ta themi kështu, apo jo Podgorica, sepse ne kemi ndjekur, tashmë i kanë ndjekur gjithë publiku, jo vetëm në televizionin, në median e shkruar, por edhe në portalet, sepse portalet janë ato që i përcjellin me sekonda lajmet. Deklarat e bashkisë, deklarat e klubit Vllaznia, deklarat e klubit Vllaznia, më njëherë deklarat e bashkisë. Klubi ka reaguar, ka këmbgulur dhe vazhdon të këmbgul që nuk duhet të zhvillohet koncerti në stadiumin Loro Boriqi, edhe pse për momentin bashkia është vendosi nga pjesa qendrore në pjesën anësore pas sportit, por aty do rrin probleme me atletikën. Me atletikën, sepse aty preket pista tartanit apo diçka tjetër. Si e keni përjetuar këto dhe me atë gjykimin tuaj, kanë të drejtë të dy palët? Të them të drejtë, po ta shikojmë në kundërshtimin e secilës prej palëve, kanë të drejtë ndoshta të dyja palët. Pra pjesa e Vllaznisë ka të drejtë për me mbrojtë gjën e vet qëllimin për cilin apo stadiumi, që ka qenë stadiumi i parë, domethënë që është bën Shqipëni në kohën e kaluar, por edhe pjesa e bashkisë që ndoshta dën marktu popullin e Shkodrës pa pagesë me ofru diçka shtesë. Unë marr pjesë ndoshta tek pjesa organizimi i ndeshjeve ndërkombëtare, pra bashkëpunimi me delegatit të ndeshjeve që vjen, edhe në raport për shembull në ndeshjen e fundit të Shqipënisë, këto kanë diçka domethënë sepse siç e tha edhe persori, ka një raport shumë të detajum. Nuk ka sa është thjesht me bëjë ndeshje futbollit edhe kryvi gjithçka. Dhe janë të rrept në zbatimin e kërkesave. Shiko, domethënë duhet me bën një analizë ndoshta të thellë për me dalë ajo që duhet me thënë. Këto kanë një lloj pikëzimi, më thënë. Por nëse bëhet një ndeshje Vllaznisë, ne marrim si federat ne marrim pikë. Këto pikë shtohen domethënë në të gjitha kompeticionet që ne organizojmë dhe bëhet mujtën për shembull me organizuar kampionatin e U17 apo edhe kampionatin e U21-shit. Por me dështu ndoshta Vllaznia, dështon edhe federata, kjo është e lidhur njëra me tjetrën. Plus edhe pjesa e federatës ka bërë një investim, domethënë edhe te pjesa fushave, edhe te pjesa e pajisjeve me mirëmbajtje fushën, edhe normalisht që fusha është, me thënë, e shet, nuk duhet më prek. Një në informacione që mund me dhanë, nëse Vllaznia bën një stërvitje aty, pa leje domethënë te federatës, është një gjop rreth 3 milion lekë vjetra, rreth 3 mijë euro. Gjop për një seancë në stadium. Në seancë në stadium nëse bën Vllaznia stërvitore. Thjesht informacion. Nga ana tjetër deklarohet domethënë nga bashkia që ka gjë mirë, edhe këtë nota duhet me sqaruar që
absolutisht asnjëra prej palëve nuk ka gjasmon me këngëtarin, pa është figura ndërruar nga të dyja palët, edhe nga Bashkia, aq më shumë edhe nga Vllaznia që ka dedikuar edhe shumë këngë. Po thjesht është një jashtë mes nuk ka që ka publikuar dhe ka komentuar Arban Xhaferi e ka vlerësuar, është ndalur tek Bujar Xhamiri, madje është edhe sponsor i koncertit të tij. Po ne kemi ndajtur ndoshta me të dyja palët vlerësojnë njëra tjetrën, pra edhe Bujari dhe Albani edhe nuk ka se ka një gjë në vedi, as me Bashkinë nuk kanë gjë le të themi personale, po është thjesht çështje procedurale. Ajo që thuhet, domethënë që bën koncerte në stadiumet të botës, jam këtë ato që bëhen. Ne kena pa edhe stadiumin e Real Madridit që bën 1 miliard euro. Edhe ata s'bën ka një sistem që ata e mbyll komplet pjesën e bajit, e fut poshtë dhe bën skenë. Edhe natyrisht nuk dëm duhet bëj, nuk dëm duhet asgjë. Momenti që ne nuk kena këtë lloj sistemi është problem. Është bë edhe në Air Albania. Në Air Albania ka një sistem të bajit hibrid quhet, që është i gështuar bajë artificial me bajë natyral. Por nëse kanë mangësi ata, si thonë, zëvendësojnë njëra tjetrën. Përdesë nuk e kena kushtet është pak e vështirë. Edhe te pjesa pistës atletikës, ne jena dëshmitar sepse unë ndoshta bëj se vite më pak, të zotnit po ti mendosh në ata vite karrierë kanë bërë me mijëra kilometra, që të kishin kanë makinë, sa të kishin kanë se më thonë ndoshta e konsumume, më shumë kilometra sa do të kishin bë. Edhe pista atletikës ka pas shumë konsumim realisht. Andrua dhe pista atletikës, një dëshmitar janë bërë parimet të shumta. Deri 3 herë mbaj mend kohë të fundit kemi realizuar kronika. Dëmtim mas dëmtimit, ngritja mundesh me vu peshë tapetit. Janë disa ton që vetë s'ken aty, nuk mundesh me vu peshë ta dëmton domethënë. Edhe kjo është një në problematikat. Pra është ndoshta po dosh me banalizu, ndoshta si me shunit futbollit ose të atletikës me bën një koncert në teatr, mbyll futboll në teatr të sken. Nuk është logjike dhe nuk lejohet. E njëjta gjë thonë që edhe te pjesa e futbollit. Interesant jo, veni ky krahasimi i Podgoricës. Si për shkuar futbolli, po ne më shkuan teatr në skenën e teatrit Mixheni. Nuk bën sens realisht. As në kinema nuk bën sens. Parametrat mund të jetë prandaj që ndoshta kalçej do të thotë ne. Interesant edhe ky krahasim. Futbolli 5-5, po nuk bën sens. Po secili me modet pozicionin e vet. Sepse ne si vëllazë nuk mund ta bëjmë ndeshën shesh, ndërsa për shembull këngëtari mundet me bë në shesh të pjesën e koncertit të tij. Kur thamë si vëllazë po e marr vetin sikur pjesa e futbollit, e kupton? Pjesë këtyre struktura. Ne do të thonë ne duhet stadiumi për me bë, sepse qëllimi është me bë për një atë punë. Këngëtari mundet me ndonjë shumë me gjithë super respektin për te. I drejtë patjetër që unë e kam një si lajm. Si u ka tingulluar ju si sportist, si shkodran? Ne kena kanë aktivitet dhe s'kena pas shumë kohë më marr me këtë si lajm. Ne na shumë kënaqur në stadiumin. E respektojmë stadiumin, se stadiumi është vendi ku ne punojmë për ditë. Sigurisht tartani, siç e thot ju, qysh momentin e parë ka pas rregullime, bëhen rregullime, por rregullimet janë gjithmonë për mirë herë. Mu nga eksperjenca më ka qëllu mu stërvit edhe në dhe, edhe me stadiumin e vjetër, edhe kena prit me u bë stadiumi i ri dhe tash që e kena, ne si stafi atletikës, ne si ekipi atletikës, e respektojmë shumë stadiumi. Mundohena me gjithë gjuhën e përbashkët, si me ato që e menaxhojnë stadiumin, si në momente kur ka ndeshje, 2 orë para, 3 orë para, me liru stadiumin, dhe me pas një formë bashkëpunimi dhe një marrëdhënie sa më të mirë dhe deri tash ne na ka shku shumë mirë. Dhe në këtë kuptim, mendoj që duhet mu gjetë gjithmonë ka një zgjidhje. Por kur gjanat bëhen të mëdha, mos handajna edhe zgjidhja që gjahet. Për momentin, për rastin konkret, mendoni se mund të arrihet të gjetë një zgjidhje sepse edhe koha nuk pret, lloja e theksoi. Koha është e shpejtë, se me 10 korrik luhet ndeshja e parë, dhe madje deklarata zyrtare e klubit të futbollit Vllaznia është bërë publike, është njoftuar UEFA dhe kur këto instanca lajmërohen dhe konfirmohen, është e vështirë të ndrohet procedura, është konfirmuar, deklaruar Elbasan Arena, po nuk e di më nëse, po supozojmë se mund të ketë një gjuhë përbashkë, sepse të dy edhe Bashkia e ka bërë tërheqjen dhe deklarata sotme e kryebashkiakut Menet Becit që e zhvendos koncertin e Bujar Xhamilit nga stadiumi Liro Briçi në sheshin para Bashkisë dhe sharon që nuk kemi asgjë me Vllaznin dhe madje e uron për Kupën e Europës është një sinjal pozitiv. Sigurisht. Sinjal pozitiv, do të thënë. Sigurisht. Por sa mjafton për të normalizuar situatën, sepse Vllaznia e ka deklaruar luajtjen në Elbasan Arena. Çështje teknike që i din personat të cilët merren me këtë punë. Unë them që çdo situatë ka një zgjidhje. Pa dyshim, Bashkia e Shkodrës është një institucion i cili siç e vlerëson edhe sportin, e vlerëson edhe kulturën. Ne nesër kena një takim me zotërin kryetarin, edhe për arritjet që kena bë.
Dhe në këtë kuptim unë mendoj që po patë dëshirën e mirë, ta na bëhen. Po patë dëshirën e mirë. Kështu që shpresojmë. Mirë është me pa ndeshjen e Vllaznisë në Shkodër, po edhe në Elbasan me nuk ka larg. Ne garat i zhvillume në Elbasan, shku me 1 ditë para, fet me atje, u qume, ba me gara, ishin 2 ditë rresht gara. Dhe nuk ka larg, Shqipnia është shumë e vogël. Dikush për me shku në punë, ban 2 orë. Natyrisht që Vllaznia ka luajtur jo pak në Elbasan, në Nikodovana, në Lorë, Korçë, por kjo ndeshje pritet të jetë në Lorë-Buriçi. Patjetër, është një ndeshje e rëndësishme. Është e rëndësishme. Këtë moment pret tifozëria shkodane, ne kemi impjantin më të mirë në rajon. Po. Është një impjant i cili është konkurrues me kur ban sport gjithmonë ti mëson se si me menu pozitivisht. Pra ti me gjetë anën pozitive edhe në një situatë të keqe. Unë jam me atë se je thatë ju me shumë me zuarësi, po themi, edhe me nivel, me maturitet se çdo gjë ka një zgjidhje. Patjetër. Kjo është për të marrë në konsiderat dhe shpresojmë që ndoshta nuk ka mbetur tek ne për t'i dhënë mesazhin e duhur, përse ne kemi të drejtën tonë nga kjo studio, nga kjo panel, i përcjell një mesazh të 2 palëve, qoftë Bashkia Shkodër, klubi Vllaznia, në mënyrë që të fitojë tifozëria shkodane, sepse në këtë rast tifozëria shkodane është ajo që tifozëria dën edhe koncertin, dën edhe ndeshjen. Se dën edhe koncertin stadium duket. Po, unë me sa i dën të dyja. Kjo është e bukur. Unë me sa pash edhe përpos 2 deklaratave të Vllaznisë për të luajtur në Elbasan, Bashkisë për të zhvendosur koncertin, pash edhe një koment të Bojar Xhamilit me një gjuhë zbutëse që duke u shprehur dhe ai është i publikuar dhe i prezantuar si super tifoz i Vllaznisë, dëshironte përsëri që ta festonte koncertin me tifozërinë, nuk e di se ku ishte ideja e tij, po ndoshta mund të jetë edhe mirë suksese Vllaznisë të kalojnë këtë turnin e parë. Po inshallah. Që të mendojmë që ndeshjen e dytë në eliminatore magari të bëhet në Shkodër. Për popullin e Shkodrës, ndeshja e dytë. Pas bëhet mund në me të fundit Vllaznisë ka rënë për të luajtur me skuadrën letoneze me datë 10, sipas lajmërimit me të fundit duhet në Elbasan Arena, dhe ndeshja e kthimit me 17 korrekt dhe nëse kualifikohet Vllaznia, do të luajë turnin e dytë me Malishevën, me skuadrën kosovare dhe është një mundësi për ta ndjekur Vllaznin edhe në transfer edhe në Lorë. Pra edhe këtu jam me ju se të paktën mos turit parë gjërat e jenë normalizuar. Magari bëhet Shkodër. Kaq parë për këtë moment nuk mund të anashkalonin sepse është tema e ditës të gjitha mediave, portaleve e tifozërisë dhe shpresojmë që të gjendet gjuha më e mirë, zgjidhja më e mirë. Përsëri tek futbolli kalojmë tek një kronikë që është realizuar pikërisht për misorin e djeshme luajtur në Tuzë të Malit Zi, ku Vllaznia u mund nga ekipi Deçiçit, ekipi fitues i Kupës së Malit Zi me rezultatin 1-0. Të ndjekim kronikën. Ekipi Vllaznisë ka zhvilluar miqësorën e parë serioze në kuadër të përgatitjeve për pjesëmarrjen në Conference League. Ndeshja u luajt në Tuzë të Malit të Zi përballë skuadrës vendese Deçiç, që gjithashtu do të jetë pjesëmarrëse në këtë kompeticion evropian. Përballja përfundoi me fitoren minimale 1-0 të vendasve. Trajneri kuqeblu Edi Martini nisi sfidën me Çarrin në port, ndërsa në mbrojtje aktivizoi Pusin, Yazgjin dhe Bajramin. Mes fusha përbëhej nga Kruja, Hakaj, Krymi dhe Sala, ndërsa sulmi ju besua Delajt, Dodajt dhe Balajt. Në pjesën e dytë u kryen zëvendësime të shumta për të testuar të gjithë kontingjentin. Pikërisht në momentin kur shkodarët kishin marrë kontrollin e lojës, erdhi goli vetëm i takimit që i dha fitoren ekipit të Deçiçit. Megjithatë, trajneri Martini u shfaq mjaft pozitiv pas sfidës. Super kënaqur, se më kanë bërë një super ndeshje sot. Dhe me thonë nuk e kam prit, me thonë drejtë që t'jenë në këtë nivel, pavarësisht se disa lojtarë s'kan gjendjen e tyre optimale, jo e po që formacioni ishte midis parës së dytës kishte ndryshim, nuk kishin futur njëjtë lojtar. Po lojtarët e përgjigjen shumë mirë, sidomos ndryshimit skemës, duhet në presing, e dominum lojën po them nga fillimi deri në fund, rezultati s'ka rëndësi. Sinqerisht nuk ka tash një rëndësi fitoria, rëndësi e madhe ke bën me bani ndeshje miqësore, me bani ndeshje bukur. Tash fitoria mundet ta nej ose knej, por nuk ka tepër rëndësi fitoria për si fitore. Ndeshja që e bukur, duket që Vllaznia
kitë që disa pika, që disa kuj mungon, por mendoj që ka me bajë Vllaznia i ekip mirë. Vllaznia pritet të zhvillojë edhe një miqësore tjetër të shtunën, përpara se të nisë fazën përgatitore jashtë vendit, me shumë mundësi destinacioni do të jetë Slovenia. Kjo pra ishte kronika për ndeshjen e djeshme, ne kemi edhe në fakt edhe një kronikë që do të japim pak më vonë për miqësoren e parë mes dy vllaznive, që në fakt është konsumuar paksa si temë, por kjo e djeshmja beni ishte e rëndësishme sepse ju edhe djemë tuaj si jeni pjesë e stafit mjekësor, jeni pranë të gjitha ekipeve të vllaznisë. Ekipit futbollit Vllaznia, tash nuk mund edhe me dhënë mendimet se janë një fazë përgatitore, po besoj se Mehdi Martini do të minjohë jashtë Shkodran, merret shumë më mirë vesh me futbollistat. Besoj se Vllaznia këtë vit ka për të qenë një ekip ndryshe nga vitet e tjera. Po këto miqësoret për mu para ndeshjeve Champions League i bojnë shumë mirë Vllaznisë. Edhe ekipet që kanë luajtur, edhe ky Deçiçi i Mali Zi, për mua është një ekip shumë i mirë. Ishte një test shumë serioz në krahasim me miqësorin e parë, që një ekip modest i kategorisë amatore në Itali, në Milano. Se kena një ekip nga që e kena këtu afër, për mua është një ekip shumë i mirë edhe ndeshja. Në aspektin atletik, si shikon Vllaznin? Në aspektin atletik, po kaloj tek profili juaj. Nga ana e përgatitjes fizike të vrapimit se ka pasur edhe ankesa sezonin e kaluar. Nuk e di sa keni parë këto takimet miqësore. Po unë herë më ka qelluar edhe mi po kur bën stërvitje, sepse na qellon me bë stërvitje në të njëjtin orë. Po dhe kena fatin që jena edhe shok mes disa sportistash aty. Edhe ndryshon shumë bota atletikës me botën e futbollit. Për shumë arsye. Një futbollist luan rreth 90 minuta. Ndërsa gara atletikës marrën për 10 sekonda, 11, 15, 20, e kupton? Dhe në këtë kuptim ne jo, pa edhe gara që shkojnë edhe me orë. Pa maratonat. Maratonat, distancat e gjata. Nuk e kena ne këtë. Nuk e kena këtë 3.000 metrë që ka qenë derivuan, 3.000 dhe 5.000 metrë, nuk ishte në këtë kampionat, Luisa Gega është ajo që ka vetë vetë. Ne shkojmë me sportistat që kena, bile është një djalë fantastik e djali, është djalë i ri dhe ka mu bë shumë i mirë. Që quhet? Sidrit Kupliku. Po. Është 18 vjeç. Është edhe arbitër, sa për informacion. Arbitër, Po është edhe arbitër. E përmendi edhe Albert Marshi, do të kemi 2 intervista me vonë pikërisht për atletiken, Albert Marshi, kryetrajneri i Vllaznisë dhe Franco Burri, rekordmeni. Në garën e 1500 metrashit. Doli kampion në garën e 800-shit, po është një djalë i cili bën gara të rezistencës, si thojmë ne, që janë 1400 metra. Ka dalë në skenë ky emër. Po e kisha fjalën tek në aspektin e vllaznisë futbollit. Atletik në futboll. Kjo ishte ideja se kush i pëlqen më tepër, po themi tek futbollistët që e ka këtë karakteristikë. Unë me thonë drejtën, mu më shijon shumë bala. Më pëlqen pse se ka dhe eksperiencën, vjen nga ka lujt jashtë, ka eksperiencën nga jashtë, ka dhe një lloj leadershipit, ka dhe një lloj seriozitetit dhe korrektësie, jo vetëm fushë, por edhe jashta fushës. Dhe në këtë kuptim unë për shembull e shoh që ai bën stërvitje edhe jashta orëve të stërvitore që ka ekipi. Pra ka një lloj kulture dhe edukate për sportin, sigurisht e ka. Alla është një shembull për ton. Dhe në këtë kuptim kur shef balën për grupin. Po kur shef balën edhe grupi duhet të jetë i mirë besoj. Çunat e ri janë i shoh kanë dëshirë, kanë vullnet. Po futbolli ka edhe një të mirë sepse ka shumë sasi. Dhe sasia bjen cilësinë, dhe ato kanë konkurrencë të madhe me njëri tjetrin, sepse në stadium vinë edhe 17 vjeçarët, edhe 20 vjeçarët, 18 vjeçarët, 20 vjeçarët që pretendojnë me hi në skuadrën e parë. Formacioni është i kështuar dhe këtë sezon jo shumë larg janë afruar 4-5 të rinj nga Akademia Vllaznia. Jetë mirë. Martini edhe pse Vllaznia u mund edhe me një episod, pati pretendime për 2 penalti, por përpos rezultatit ishte shumë i kënaqur. Madje te kaloj paksa duke theksuar një superndeshje, mund të ishte edhe e tillë, por i kënaqur, e rëndësishme ka se ishte i kënaqur për ndeshjen djeshme, edhe për formacionin që kishte ndërtuar, sepse kishte ndryshuar gjithçka nga miqësoria e parë.
Ta them të drejtën, Edi Martini normalisht është një djalë shkollë që e den vlerëzorin shumë vllaznin. Ne shohim edhe pasionin e tij në stravitje dhe në diskutimet që bëjmë me te, po në gjykimin tim ka marrë një barë shumë të madhe përsipër, po ka një rreth shumë të madh. Skema me cilën lun Edi, po tetojmë edhe në emër, nuk është skemë klasike që lun vllaznia. Edhe për me adaptu një skemë do të adaptosh edhe mindsetin, mendimet e lojtarëve, mënyrën se si mendojnë lojtarët. Po ta shikosh nga sezoni i kaluar në këtë sezon mund të luajnë balaj, Sala dhe Krymet në njëjtin pozicion. Të gjithë të tjerët kanë detyrat e tjera. Edhe me lidhje me pjesën e Atletiks, janë për shembull dy pjesa krave që mund t'i Hallkaj ose Jago, edhe nga ana tjetër Gorishta apo Kruja, kanë me bëj jashtëzakonisht shumë kilometra, po ato janë çelësi i suksesit. Në aspektin taktik, po të shikojmë, kena 3 qendërmbrojtësa, 2 lojtarë që quhen me sfoshor shkatrues, pra quhen numër 6, pra të bëhen 5 qendërmbrojtësa lehtimit, vinë 2 lojtarë të krave dhe të bëhen 7 vet. Teorikisht dhe për të jetë 8, teorikisht ti nuk duhet me psu gol. Ke 8 vet mbrojtje. Atëherë normalisht duhet shumë pjesa e përgatitjes fizike, sepse këto lojtarë të cilët vinë në mbrojtje do shkojnë edhe në sulm për mendimu sulmin, edhe ka më pas realisht është një eksperiencë e re edhe për pjesën e tifozëve shkodran. Unë kam ndjek edhe ndeshjen dhe kam qenë ndoshta prezant me ndeshjen me vllazin elit. Atë ishte Ju keni qenë fush, si arbitër anësor, së bashku ishte interesante sepse ishte zgjedhur një trup gjykuese me vërtet elit. Eduard Hamidi, gjyqtar ndërkombëtar, ju dhe Kastati, po Arlindi. Dhe Giovanni Casneci i 4. Po, edhe Giovanni ka qenë në pozicionin e arbitrit të 4. Prandaj them që këta ndeshje janë më shumë të realisht ndeshje që i shërbejnë trajnerit për me pa gjendjen e ekipit dhe me vendos formacionin. Ndoshta në raport me vitin e kaluar, tashmë dublanta për lojtarën në stolën e kena lojtarë më me eksperiencë vitin e kaluar dhe teorikisht duhet me pas edhe rezultate më të mira, pa synimi është gjithmonë titulli kampion. Në takimin e djeshëm e veçanta ishte sepse Martini nisi edhe me 2 blerjet më të fundit që rikthehej në shtëpi me Krujin nga minuta e parë së bashku me Hakajn, por edhe me Krymin që aktivizohet pas një problematike të tij. Ndërkohë që ishin fushë edhe Kevin Dodaj dhe Delaj së bashku me Balën në majën e sulmit. Pra ishte një informacion që kërkonte vëmendje dhe që pas ty shkoj mjaft marrë së bashku dhe me Salën dhe me Jagun e me Çaton të cilët ishin kishte aktivizuar Pusin në krahun e djathtë mbrojtjes Yazgji po i ardhur, ndërkohë që pjesa e dytë ishte me elementin e ri, i cili luajti mirë, edhe madje bëri presion dhe i kërkoi golin. Atëherë kur pritej golin në portën e Deciçit, edhe tek Vllaznia pas një gabimi që edhe Martini reagoi paksa me kampin e tij. Po të shikosh edhe lojtarët për shembull cilët janë për momentin, sepse normalisht Vllaznia do të jetë në kërkim të lojtarëve më cilësor, nga sa shikojmë ne dhe me thonë edhe nga ndoshta portalet, po edhe nga syni unë sa kuptojmë futboll, është në kërkim të ndoshta të një lojtari i cili organizon lojën, po pse ndoshta edhe të një portierit. Po edhe lojtarët që kanë luajtur për shembull edhe nëse losin informacion, për shembull Gorishta, ka luajtur pozicionin e mbrojtësit djathtë, tashmë do të adaptohet në skemen me 3 qendërmbrojtësa dhe futet me mbrojtës shandhet. Mala i cili ka luajtur në krahun e djathtë mund futet domethënë rolin e pak a shumë organizatorit. Kevin Dodaj nuk u pa, nuk di që ishte arsyeja edhe ne fakt hezituam, nuk e pyetëm Martinin se nuk ishte prezent. Kevin i ka luajtur për shkakun në krah, tashmë do futet në çadër me Bekimin. Bekimi është kthy më mbrapa, tash Bekimi do rrinë më parë, është komplet një diçka tjetër Vllaznia, edhe do presim me shiku dhe më thonë se çfarë është rezultati i saj në fund. Në aspektin e kompletimit nga ditë në ditë ka ardhur duke u formatuar skuadra edhe përpara pak çastesh njoftimi zyrtar i klubit të futbollit Vllaznia ishte zyrtarizimi i Krypit. Ka qenë pjesë e skuadrës, por u bë me dije se edhe 2 vite është zyrtarisht i Vllaznisë, ndërkohë që gjithnjë në informacionet për Vllaznin do të jetë deri të dielën në Shkodër dhe më pas me datë 22 do të spostohet në Sloveni. Ka qenë 2 pista, ka qenë Bullgaria apo Serbia, po lajmi më fundit, më freskët është që do të jetë kampingu sloven ku do të jetë Vllaznia e grumbulluar për takimin e parë me datë 10 korrekt në Elbasan Arena apo në Loro Buriçi, mbetet për të parë Beni. Nuk e di sa mund të jetë hapësira ligjore dokumentacionit.
Derisa ka në Lon, në isha por, besoj se në Elbasan Arena. Nuk ka kthim prapa. Ja, për nëshin e por nuk më marrë mendja, po ashtu. Edhe nëse gjua e përbashkët a mund t'i Lon deklarat, a dosh me deklaru qysh për parë, besoj se kur ky sekretari i futbollit Vllaznis ka marrë pjesë në hellin e shortit, ai Blendi Dibra ka qenë në Lon, a u dhanë deklaratë qysh atje si nuk mund bëhet ashtu. Për sa i përket edhe ekipit Vllaznis, domethënë ne njekum edhe jena këtu afër tyne, për mu nuk pa gjet një zëvendësues për me zëvendësu balën. Na kur shohim ndeshjen në Vllaznis, kur thojmë nuk let bala, neve na duket ta thuaj se Vllaznia e ka hupin e sigurt. Kampionati është shumë i qatë. Bala tash i po shohim, bala ka i fije moshe, nuk mund ta përballojnë gjithë kampionatin. Unë njeh qysh të vogël balën. Bala stërvit, po jo them qysh të shtej, bala stërvit në palesin që kanë pasur te stadiumi, një djalë me vullnet, bala 1. Edon Hasani 2, edhe Vujishi 3, për mu kanë kënë 3 djemë shëmollor. Po sidomos bala ishte i veçantë. Janë përsëri shëmollor. Për mu bala ishte ideal. Para në ceremonin që kishin në ditë të stadiumi, një takim që kishin aty në stadium, ardhin direkt edhe me më taku edhe ashtu. Unë domethënë përgatitja fizike në moshë të re jep gjatësi të madhe në sport. Mirë, ta konsumojmë edhe miqësorin e parë që është zhvilluar në Loro Boriçi 2 vllaznit, kjo është Shkodrës dhe vllaznia Elit në Milano që ka për president Bernard Xhekaj, që kemi komentuar shpeshherë, një skuadër shqiptarësh, kryesisht shkodran, ku një kontribut të madh këtë rast presidenti Xhekaj ka dhe Erdis Dibra, një ish arbitër i futbollit dhe ish koleg i Podgoricës, që tashmë ka zgjedhur Italinë dhe Milanon për të jetuar, por kontribon të ky klub është sekretari i përgjithshëm. Dhe në pjesë të stafit është dhe Jurgen Kojashi. Kronika për takimin mes 2 vllaznive. Vllaznia ka nisur me një fitore bindëse përgatitjet për sfidat europiane, duke triumfuar me rezultatin 3-0 në miqësorin e luetur ndaj Vllaznia Elit, ekip shqiptar që funksionon në Milano. Takimi u zhvillua në stadiumin Loro Boriçi dhe shërbeu si një test i parë për trajnerin Edi Martini dhe stafin teknik. 2 autogola të miqve dhe një gol i Tafilit i dhanë kuqebluve suksesi në këtë test të parë, ndërsa formacioni titullar përfshinte emra si Çari, Kuro, Bajrami, Yazxhi, Gurishta, Jago, Krymi, Çato, Mala, Gruda dhe Balaj. Loja u dominua nga shkodranët të cilët treguan ritëm, organizim dhe dëshirë për të lënë gjurmë në arenën ndërkombëtare. Përtej rezultatit, ndeshja kishte karakter vllazëror dhe shërbeu për të testuar skemat dhe gjendjen fizike të futbollistëve. Është ndeshja e parë që bëjmë, edhe me të mirat, me të këqijat e veta, jam i kënaqur përgjithësi, kena gjëra me rregullu sa dush, sepse edhe kemi ndrru modulin e lojës, nuk është e lehtë, domethënë për javë ditë ta marrësh, megjithatë, shëja pozitive, gjëra të mira, normal që shumë punë më bë. Për ne ishte një honor gjithmonë të banim një ndeshje miqësore me vllazninë e Shkodrës, që thënë me zemrën tonë që i kena pas gjithmonë. U arrit kjo ndeshje për të bërë. Jam shumë i kënaqur, shumë për edhe vllazninë Elit, që i thënë latë maksimumin për skuadër amatore si jena në atë ligat tona. Jam shumë i kënaqur sepse u bërë realizuar një nëndër për mua që të vi të luaj me këtë stadium, të jem trajneri një skuadër i re që sa përformuar. Të realizuar me një honor që për ne është një gjë shumë e madhe me luajtur në Loro Boriçi kundër vllaznisë të Shkodrës, dhe me thanë emocione pa fondë, përjetuar, dhe me thanë ishte një kënaqësi pa me falenderoj me Alban Xhaferin, misterin Edi Martini dhe Bernard Xhekajn, presidentin tonë, për mundësinë që na dha. Takimi i rallës miqësor për vllaznin pritet të jetë më 21 qershor, po në Loro Boriçi ndaj ekipit të Deçiçit të Tuzit, fituesi të Kupës së Malit të Zi. Lëmë pas edhe te kronik, po pengaspoj paksa edhe Podgoricën për kolegën e tij Erdis Dibra. Sipas kolegëve tuaj ka pasur dhëna mjaft mira sa i që në Shqipëri, në Shkodër. Por largimi në Itali e sfamoi paksa, edhe atje është aktivizuar, por tashmë është përqendruar si sekretari i përgjithshëm i klubit Vllaznia Elit. Të them të drejtën, përpara Erdisit ka kanë 10 senati, pjesë e kolegjumit të arbitrave të Shkodrës, aty ka ardhur dhe Erdisi, të dy janë shumë të mirë realisht, që ajo ka rëndësi për ne, për njerëzit e sportit, me kanë realisht njerëz të mirë, atëherë cilësitë sportive neve ndoshta në planin e dytë. Po dhe cilësitë sportive nuk kanë mungu. Erdisi ka kanë ndoshta me kozgjatje më të madhe, është vlerësuar disa herë nga kolegjumi jonë dhe nga federata për cilësitë e tija, dhe tashmë ka një rol tjetër drejtues në Itali, edhe gjë shumë pozitive realisht.
Dy djemtë, siç po thekson dhe Podgorica, dy vëllezër Dibra në fushën e gjykimit, po Edmond Dibra si nuk ka marrë këtë fushë dhe është përqendruar tek roli i kommentatorit që e bën mjaft mirë me fakt, me shumë pasion. Realisht po mendosha a di që ishim tek ceremonia përmbyllëse e Shkodrës Semër Cup, po shikosha stadiumin dhe po më krijoshin disa ide. Në pjesën e sportit ka pozicione as sa ka ulse në stadium. Po ti zgjidh më ku ke qef, mundesh më tifoz, mundesh më gazetar, mundesh më arbitër, drejtues. Edhe mundi ka zgjedh një pozicion shumë komod realisht, sepse ka zgjedh pozicionet e tribuna VIP. Edhe prandaj edhe jep një kontribut shumë të madh realisht, edhe mundi për futbollin Shkodër. Tu e mbyllim me pjesën e vllaznisë, kalojmë më herë tek atletika, që më të drejtë konsiderohet mbretëresha e sporteve, një atletikë e cila është e jashtëzakonshme. Atletika shkodrane e kam fjallën, ku djemë shkodran, pjesët e cilëve është dhe ky djalosh që kemi në studio, Dorian Idriza, i cili ndonë se 34 vjeçar e bëri vetë public motion, por është duket se 20 vjeçar fal dhe freskisë e tij në vrapimet dhe në titujt kampion që ai i fiton në garat kombëtare dhe ndërkombëtare. Vllaznia është absolute. Kemi thënë vazhdimisht që futbolli femrave i vllaznisë është absolut, me të drejtë është absolut, por nëse ka një skuadër, një klub, një disiplinë absolute në Shqipëri është atletika, fituesi të gjitha trofeve kombëtare të vitit, ku i fundit ishte kampionati kombëtar i rritur që te fitu në 17 radhë. Kemi disa pamje nga aktiviteti si dhe foto, të cilët bëjnë me dije pikisht edhe konkurimin e atletëve shkodran dhe me Dorian Idrizan që kemi në studio si përfaqësues të këtij ekipi. Kjo është pamja më e bukur. Kjo është video e Frankos të bot 200 metrëshin, ku the rekordin kombëtar. Rekordi i tij ishte 21:16. Tashmë e bani 21:04. Kjo ishte momenti... Rekord personal, i ti ka përmirësuar rekordin e tij. Ka përmirësuar rekordin e vet. Ky ishte momenti më i bukur i garave. Rekordi kombëtar gjithmonë si ai goli i fitor. Momenti i dytë që se vune re ishte Leandro Çardaku. Gara më e bukur e atletikës është 100 metrash. Edhe një herë lutem regjia garën e dytë. Ka problem, avash. Po kjo se po fill, ky është Frankoja? Jo, ky është Frankoja. Ky është finishi i 200 metrash. Finishi i 200-shit. Tash po ky është 100 metrash. Ky është 100 metrash, gara më e bukur e atletikës, atë që ton presin kush do dalin kampion në 100-sh. Ky është Leandro Çardaku. I dytë është Endri Rakaj. Endri Rakaj ishte kampioni vjet në garën e 100 metrashit. Leandro nuk mori pjesë që ishte i dëmtuar. Dhe si mjet u rikthye dhe bani rezultat, bani personal best, bani me superlativa për Leandro. Leandro është i herë 20 vjeç, ta është një djalë i cili jo vetëm është i talentuar, po punon shumë. Sigurisht rezultati e tregon me elektronik 10-8 është një rezultat shumë i fortë. Të ulesh poshtë 11 sekundave për Shqipërinë është rezultat 10-8. Rekordi sa është? Rekordi është 10-55. Vetëm Frankoja ka shku afër në këto vitet e fundit. Frankoja kur u kualifiku për lojën olimpike e bani 10-60. Pra Frankoja është afru. Po Frankoja është një nivel tjetër prej nesh. Është nivelin elit dhe të flasim realitetin është Frankoja, masa ne vim tanë një tjerë të kampiona. Por që se do një me ditë çelësin e suksesit, edhe sportet e tjera, futbolli, volejbolli, basketbolli, është menaxhimi e ekipit dhe ne, edhe pse s'kena top, edhe pse s'kena marrëdhënie me një tjetrin brenda kompeticionit. Keni pak a shumë me konkurim individual? Po, ne konkurim individuale përveç stafetave. Po. Por ne kena një marrëdhënie herë të shkëlqyeshme të fillu tek trajnerët. Kryetrajneri profesor Albert Marashi, përveç se na ushqen me pasion, menaxhon shumë mirë këtë skuadër. Ruan balancat dhe jep maksimumin. Ka shumë pak fjalë, po ka shumë punë. Profesor Bruno Rotani është trajneri i Frankos, po edhe trajneri Kolindo Kirit, edhe trajneri i Endri Rakaj, po dyshim punën e tij e shohim te Franco Burraj. Kena profesor Dorian Tafen, i cili është i specializuar, thojmë kështu, por ai është trajner i atletike, por merret më shumë me garat e kthimeve, ku sportistin më të mirë ka Muhamet Çengeli, i cili doli kampion në garën e kthimit të zhatit. Fitoi edhe tek dita e kërcimeve. Po, ditën e kërcimeve që u bë për nerin e Arben Llojs,
Mohamed Çengeli tregon formë ti dhe nër vite kontribon për ekipin e Vllaznisë. Nuk është një emër shpesh sepse ka kanë Izmir Smajla gjithmonë në garën e këtërcimeve, nuk ka lënë kënd tjetër si më thanë medalë të pari, por Mohamed Çengeli është nër sportistat cilët kontribon çdo vit dhe tregon një performancë të mirë në atletikë dhe ka edhe titull ndërkombëtar. Masnej vjen për Sër Jetmir Jahja. Për Sër Jetmir Jahja po punon me të rit. Pra ai ka disa elementë të ri të cilët edhe ato po na bëhen shok, po së shpejti do të bëhen edhe konkurrentat tonë. Edhe janë disa djemë të ri, 15, 16, 17 vjeç. Që kanë fillojmë tek Arjan Alibali. Arjan Alibali the rekordin e kemi pas në studio. Shumë modest i qeshur dhe i përkushtuar shumë. Është Dejan Balla. Dejan Balla bani 451 sekunda flasim gjithmonë me elektronike. Kohët e fundit garat ka funksionuar elektroniku. Ne kena pas gjithmonë këto probleme teknike, tartani, elektroniku. Kohët e fundit nuk i kena më këto probleme dhe për ne kjo është kënaqësia e herë që rezultatet cilat bëjmë të na njihen edhe në botën ndërkombëtare, në arenën ndërkombëtare. Dhe është Dejan Balla, është Enes Koçi, është Idlir Hoxhaj, është Renis Jasini. Ton këta janë 15, 16, 17, cilët vitin me Jetmir Jahjën. Po. Cilët kanë mu bë shumë shpejt edhe krah dhe ndihmesa jona për me marr tituj tjerë kampion. Dhe në këtë kuptim, çilësi dhe sekreti kjo është, secili prej nesh jep maksimumin në disiplinën ku jena. Dhe mundona me i marr maksimumin asaj sigurisht me ndihmën e trajnerëve, tu bashkëpunu me njëri tjetrin dhe tu konkuru me njëri tjetrin edhe në përditshmëri në gara që i bëjmë ne çdo ditë stërvitje. Kërkohë që regjia na ofron disa foto, sidomos ku është edhe vetë Rani Drizaj, na fol pak për aspektin personal. Unë për aspektin personal pretendoj me majt një lloj modestie edhe pretendoj me najt me kam tokë dhe kënaqësia jeme është gjithmonë me shku me bos stërvitje. Momentin që unë bëj një arritje, gjithmonë falenderoj Zotin që i mjef forcë me bos stërvitje, po edhe kur bëj arritje. Siç thash ty, në këtë kampionat, në 4 gara që i mora pjesë, 2 individuale dhe 2 ekipore, tek njëna dola i dyti, edhe në të 3 gara të tjera dola i pari. Mu më dhem vendi i dytë. Nuk më shirojnë ato vendet e para, dhe pse, siç thash, në stafeta, në garën e 4x100-shit, ne për 100-ën, po ishim afër rekordit, edhe ishim Frankoja, Leandro, Endri dhe unë, dhe e kishim shansin teknikisht me letra, e kishim shansin me e thyr rekordin. Por, si që është gara, nuk shkon gjithmonë ashtu si që duhet dhe për 100 nuk e thyme. Ashtu dhe në 4x400, unë kisha fatin e mirë, po ne kena të thash, ne kena fatin që kena Franko Burrajn i cili ne i mbulon edhe bushleqet tona. Dhe gjithmonë, kjo tham që është merita dhe çelësi i suksesit tonë, që secili prej ne ban maksimumin në disiplinën e vet, por edhe ndihmojmë njëri tjetrin në garën dhe në disiplinën e tyre. Në aspektin personal nuk kam qef me fol. Jo, kam qef me fol. Nuk kam qef me fol, desha me thonë aty gjana të tjera. Unë kohë disa vite që ta përmendoj Berit. Pra, përveç trajnerave, përveç marrëdhënies që kena ne si sportista dhe mënyrës se si funksionojmë, edhe pse siç thash ne me njëri tjetrin jena edhe konkurrent edhe garojmë në disa gara me njëri tjetrin, por në fund të ditës ne jena shok edhe ja dujmë të mirë njëri tjetrit. Kena edhe një fat që vitet e fundit është hellë vëmendje ndaj nesh në aspektin edhe monetar. Dhe kena pas kur një sportist shef përmirësim në garën e vet, nëse përmirësimi është 100 ose 1 centimetër, ai njihet mirë. Pra nga vitin vit, nëse përmirësimi është shumë i vogël, është kënaqësi për sportistin kur ai përmirëson rezultatet. Dhe në këtë kuptim ne edhe në aspektin financiar ku Bashkia Shkodra është financuesi jon i vetëm, kena pa një lloj rritje në vëmendjen dhe në aspektin financiar. Raportet mes atletikës shkodrore dhe bashkisë janë okay vitet e fundit.
shpeshherë konstatoj që nuk kena ku shkojmë ndryshe herë se të thash është sponsori joni vetëm. Pra vetëm ne na sponsorizon vetëm Bashkia Shkodër. Dhe në këtë kuptim, vitet e fundit kena pa një lloj rritje të vëmendjes dhe sponsorizimit ndaj nesh, dhe ne njihena mirë dhe kjo dhe transmetohet edhe në rezultatet që shok dhe ne realizojmë në përgara. Pa shkuar tek një opinioni Arben Mojës se e shoh se ka dëshirë ta thotë për ju, diçka në aspektin familjar, sepse ju jeni edhe familje sportive, kur kam parasysh që edhe motra juaj është shumë aktive. Sigurisht ne na eduku që sporti duhet me kanë gjithmonë pjesë e jetës. Në momentin që ti e fillon rrugtimin e sportit, denti nuk mund ta ndalash. Keni ndonjë kështu rivalitet apo xhelozi mes njëri tjetrit, sikush ka me tepër rezultate, sepse ju kam konstatuar shpeshherë kur motra juaj se quhet Liliana, pra domos është kampione në triatlon, në garat e notit, ciklizmit, atletikës në Shirok, gjithmonë triumfon, dhe e kam interesuar shpeshherë dhe ju keni qenë para saj. Është e vërtetë. Me mbështesim njëri tjetrin. Biles për momentin, 2 motrat e mia ka një projekt ku po realizojnë edhe klasa pilatesit, edhe janë të lidhuna gjithmonë me sportin, edhe pse motra malla është farmaciste, vogla është me arkeologjin, sportin na lidh gjithmonë. Sepse është investimi më i mirë. Ai që ju dirigjoni ju është tjetër kush, apo Çose babai para pikërisht. Si thosh, çose sponsor, jo janë Idriza që kemi një foto se për efekte publiku, se tashmë një publiku për këtë bëhet fjalë. Si thosh, shumë simpatika, po vjen për vitesh. Çose Bashkia Shkodër na sponsorizon sportin e atletikës, mu personalisht më sponsorizon Lilian. Dhe ton këto vite me uljet e ngritjet e mia që kam pas në aspektin e sportit, ai ka kanë sponsori dhe mbështetja më e madhe, do më thonë që shiko, pa në maksimumin, mundoj ju. Edhe një herë foton babe djalë, pra është fotoja familjar se gjithmonë prindrit beni janë kontributit kryesor, ju keni reflektuar vetë. Unë kam shumë mike ashtu, unë kam një respekt veçantë për Idriza, se është kontribuos në shumë fusha, një mik i ka heshëm, por meriton respekt të veçantë dhe për kultivimin e sportit në familjen e tij. Gjithë qyteti i Shkodrës ka respekt për këtë figurë. Beni, shkurtimisht edhe për kampionin, se do të kalojmë tek disiplinat e dita të kërkimeve. Fakt, është shumë e vështirë pak me fol edhe për merita, sidomos në ekip, në atletë keni hije pak problem këtë punë. Unë ka shumë vite që e njeh qysh të vogël. Po të them të drejtën, nëse do ishte kanë një 10 gaj si Mirfield, kishte kanë një ky zot njëjto. Pasuesi juaj. Pa, të them, ju nuk e di a dini. Një ky djalë ka ban kërcim si zgjati, ka dal kampion kërcim zgjati, ka dal kampion trahapsh, kampion 110 metra me pengesa, kampion 400. Domethënë tifozat, publiku nuk e din çfarë do të thonë 400 pengesa. Unë kam pravu vetë, 400 pengesa një nërgohet më të vështirë të atletikës. Në këtë moshë që ka ky sot, me dal kampion në 400 metra me pengesa, është një sukses i madh. Është gora mo, ai 410 të bëhet është shumë i vështirë. Se nuk ka mu menu aty është direkt çuç vjen sprint. Dhe për postë tjerë, përpara emisionit jashtë kamerave na tha një fakt interesant, asnjë faull, sepse faullet kanë rëndësi të veçantë se penalizohen në start. Kur pistoleta jep sinjalin për të startuar, për të filluar gara, nëse peson një faull, skualifikosh direkt. Interesant fakti, apo është vërtet. Asnjë faull në karrierën sportive. Bilezon në stërvitje mundohem praktikisht 99% s'bëj faula kur. Po kjo është pozitiv, jeni edukuar me garë. Kjo është një sportist si ka përgatitje gjithanshme për sa i përket garave të atletikë. Një djalosh që ban zgjati, tërhapsh, 110, 400 pengesa, për mua është një djalë i komplet. Vazhdimësia janë për ju. Vazhdimësia i herë inshallah kam shëndet e jetë e marrëdhek, edhe i kam punë të mirë. Pa diskutim të urojmë për vazhdimësia. Masanena çdo ditë shifet kështu. Po arrite me dalë, me bas tërvitje për ditë, se në përditshmëria është vështirësia. Ne vim këtu te ju, unë vi për herë parë, po e xajmë se vi një herë në vit. Edhe pse në gjirin e kolektivit tonë është një Orim Hysa, që është një person shumë i afërt i familjes së kampionit. Montazhieri jonë i talentuar, i minjor Orim Hysa, e përshëndesim edhe pse Orim Hysa është pjesë e jonë për herë të parë vjen kushëri i tij më i afërt. Dhe në këtë kuptim vështirësia është në përditshmëri.
Unë gjithmonë këtë lutje bëj, këtë shpresë kam që bo me arrit, mu stërvit për ditë, dhe me bo maksimumin të. Kënaqësia është edhe me përmirësu. Edhe pse fillon e për çdo herë vështirësohet. Por unë kam gjithmonë këtë idenë që ta provoj edhe i vit. Dhe si tha profesor Beni, tha 400 që me pengesa është gore vështirë. Për mua është viti i 4 radhës se që i del kampion 400 me pengesa. Super. E kam fillu 30, ku thash ti provoj edhe disa disiplina që nuk i kisha provu. Edhe u bë viti i 4, për çdo vit tham nuk bëj më 400 me pengesa, sepse është gore e lodhshme. Dhe për çdo vit e bëj. Dhe besoj që prap do ta bëj, po vështirësia është në përditshmëri, në stërvitje dhe në mënyrën se si na funksionon jeta me ardh derisa të vinë ajo ora 4 që kemi shku 3-4 që kemi shku me bë stërvitje. Sepse ka të bëjnë shumë. Dhe këtu bëhet dallimi masanaj mes disa sportistave dhe disa tjerëve. Se një sportist i mirë nuk është vetëm në ato 2 orë të stërvitjes që ai del në stadium. Një sportist i mirë është kur flan, si han, çfarë punon, kur çohet, çfarë bën, regjimi, suplementet që merr, mënyrën se si e mendon, e kupton? Edhe këtu fillon. Po unë këta gjona i kam mësuar vje vonë, po do t'i aplikoj sot mundem, edhe do të shoh sa po shkon. Me një prind është e përkushtuar dhe model që keni ju patjetër që do të jeni të gjitha. Do të kemi 2 intervista në mbylljen e emisionit ku flasin krye trajneri Albert Marshi dhe rekordmeni Franco Burrej. Do të jenë në mbyllje këto intervista së bashku me një blok tjetër që flasin edhe trajnerët pjesëmarrës në torneun ndërkombëtar të futbollit për moshat, por kalojmë tek dita e kërcimeve në atletik. Kemi disa pamje pikërisht nga aktiviteti, konkurrimi i garëve që me shpejtësi Beni na përshkruan se si kush ishin konkurruesit dhe kush u bëri më tepër përshtypje përpos Muhamet Çengerit, e theksoi edhe Idrizaj që ishte më i miri. Kjo është kupa, pra shikoni dita e kërcimeve Albert Mloja. Respekt i veçantë për ju Beni, pra se organizohet një kupë e tillë në emrin tuaj. Këto ftesa ishte bërë gjithë ekipeve të rrethave, por kryesor ishin garat e kërcimit dominuan gjithmonë nga Shkodra. Në fakt dominojnë prej kohës. Prej Shkodrës, janë garat e traditës, gaci. Kërcimet. Në kohën tuaj kanë kaluar me Ismailin, kërcimet edhe shpejtësia, me Adel Bregun, janë garat. Këtu bëhet fjalë edhe me trajnerët tonë, apo kanë kampiona, rekordmena të garave të shpejtësisë, edhe të kërcimit si zjati, po kështu edhe trap. Fole pak edhe për fermat, sepse Idrita nuk na komentoi fermat. Erisa Rasa ishte kampione? Po, Erisa Rasa është vetmja vajzë kampione që kena edhe e maj me hatër, se e kena të vetme. Po vjen, është një vajzë e re, Rua Bashti, e cila ajo është punëtore dhe po është e re, dhe alas është fut në ekipin e parë, edhe pse po je kontribon për pikë. E profesor të famshëm Gjidan Tufici. Po, është edhe Mesa, dhe ajo është vajzë e re e cila po kontribon dhe shumë shpejt do të quhet? Ta thamoni, tash sot më kujtova. Beni, për konkurrentët. Përveç garës kërcimit zjatit, kurse këto rezultatet e vajzave më lanin pak me dëshu, nuk ishin në rezultat. Megjithëse ishin të lodhur, se këtë i ditë përpara ta marrunin kampionatin kombëtar. Edhe kja gara dita kërcimeve ishte me tepër në respektin tuaj. Ishte respektin e tu. Sepse dita kërcimeve Albert Mloja nuk ndodhet shpesh. Ka qenë jo shumë larg dita kërcimeve Hysni Bebezici, një tjetër emër i madh i sportit shkodran, po tash me dita kërcimeve Albert Mloja, me një atlet që është fatmirësisht dhe shpresojmë t'jeni për shumë vite gjallë, për këto janë ndërime se marrin vëmendje. Këtu gjej rastin nga të falenderoj Federatën Shqiptare të Atletikës, se kjo është një vlerësim. Po kalojmë tek pamjet e ceremonisë, edhe Bashkinë e Shkodrës, për një ndërim se zakonisht ne jemi mësuar gjithmonë me bë këto ndërime të figurave mas disa viteve, masi kanë vdekje, kanë ashtu. Këto janë pamjet me të vërtetë një organizim model me shumë shije, si ishte bërë dhe kjo është dhe familja juaj, bashkërta juaj për kraj jush, e cila ka merit patjetër, që quhet bashkërtja? Drita, e përshëndesim dhe me dam respekt Drita për
kontributin që kanë familjen Lloja, sepse përposh jush ka edhe 2 trima të tjerë. Po familjet të cilët janë aktiv sidomos në fushën e mjekësisë. Pra këto janë, ndërkohë që pamjet vazhdojnë të përcjellin pjesëmarrësit e ceremonisë dhe me pas janë edhe titujt që janë akorduar, Beni thatë se kënaqësi dhe kënaqësi të betohet. Falenderoj bashkinë, federatin, shoqatin Atletikës Bashkinë e Shkodrës për këtë organizim të mrekullueshëm, plus ta gjëra tjera që u duhet se i bën on show, ishte një si mini muze i vogël, se këtu presidenti shikojmë presidentin e gjimnastikës Leonard Lule, shumë pasionant, ndërkohë që kolegu juaj Olgjon Luli është gjithmonë pranë jush. Të janë pra një pjesë nga jo atmosferë, ishte një organizim me shumë shije, do të themi shumë, se lambres tek pjesëmarrësit, cili prej atyre dekorimeve, trej i keni sjellë këto dhe këto tre janë ato që i kanë bërë më tepër mbres, apo jo? Edhe herë mi përshkruaj kush ishte. Të drejtën gaci ishin shumë dekorime, po kja i 100 vjetorit të sportisti më i mirë, 100 vite vllazni për mua është një titull i veçantë. Fantastike është, një vlerësim. Ti është një ndër sportistat më të mirë të 100 viteve vllazni, nuk është diçka se kja është vlerësuar nga një komision që kanë marrë pjesë specialista të gjitha llojeve sportit dhe me vlerësu sportistin më të mirë të shekullit, është i meritë e madhe, aq më tepër që këtë doli ma valla shoku im, miku im, Olgjon Luli, një sportist. Tek bloku i dytë i pamjeve, i rekomandoj regjis, janë ato pamjet, janë 2 lindje, pra tek bloku i dytë janë pamjet e ceremonisë së nderimit që këtyre titujve që kemi në studio, të cilët mund të paraqiten më shumë. E rëndësishme është beni ju jeni mbushur me respekt dhe keni ndjerë veten mirë. Kjo është e rëndësishme. Për mua ishte një mbyllje e jashtëzakonshme. Një ceremoni që të them të drejtën sikur u çlirova nga të gjitha ato. Me gjithta, ja për shembull këtu është Bledar Mesi. Po, një sportist kampion. Vazhdon me kënë përsëri kampion në Shqipërinë, edhe me atletikën, po edhe me veteran. 35. Sapo u kthy nga Kosova, si mori pjesë në garat e Kosovës. Jashtëzakonshëm, i mrekullueshëm, djalë. Edhe arbitër futbollit. Edhe djali i tij Lionel Messi, ka emri djali i tij është Lionel Messi. Gjergj Rudi, kampioni i rekordmeni i kërcimit zgjatit, ish presidenti i Federatës Shqiptare të Atletikës, Gjergj Rudi, edhe ky ardh pasafat vetëm për me mneru mua nga Austria, se tash jeton edhe në Austri. Ja, kja është për mua, kja është mirënjohja ma kryesore që ma dha Bashkia e Shkodrës dhe veçanti Olti. Jo vetëm se ju dha Bashkia, por edhe ishte vetë Olgjon Luli ai që e përcoti në emër të Këshillit Bashkiak që mban postin e kryetarit të Këshillit Bashkiak, pra një ceremoni që me të vërtetë unë e shijova shumë sa isha prezent dhe në bisedet që bëhet me Oltin i pëlqej, domethënë ky aktivitet i pëlqej shumë. Albana Xhani, Beteshi. Kja Albana Xhani, shoqja e ekipit. Foli me shumë emocion për ju. Pa, jam rrit gasi me të, një atlete shembullore i ti, s'ke nevojë ti e ke jetu vetë kohën e saj çfarë atletet ka kanë. Edhe kena bë sport bashkë me të, një kampion rekordmene. Në të vërtet momente brejse, një legjend tjetër. Legjend tjetër, si unë e kam pas vetë doktorin tëm personal sportiv, kur ishte sportist, tani disa vite punojmë si në bashkë si koleg në fushën e fizioterafisë. Por Kjo Lazematia, një figurë si që përmendëm atë ditë, që ose ka kush meritat veçanta, një falënderim se e kam bërë, kjo është për mua është një, si ma ka dhënë domethënë dorën e parë për unë ta jep atë dëshirën time në fushën e fizioterafisë. Kjo është momenti final, momentin me prekës. Kjo ishte surprizë. Ju kam parë që nuk është e lehtë për ma shumë, po vetëm e për tani që ka nipa e mesa, kam kohë direkt për Itali, se këta jetoj në Itali, vetëm për këtë eventin tëmë. Kja është Arja Mloja. Quhen? Arja Mloja. Se kja është shoqja Arjes, kja vajzë me flokë të gjatë, kja është Arja Mloja. Mesa imi, se këtë është ka fillu së vitin e basketbollit. Bravo. Të jenë javë dhe në basketbol, të që do fillu një 2 javë me dalë me atletik.
por kemi përsëri pamje, se i kam filmuar vetë të pamje, kemi tashmë momentin e familjes Mloja, familjen e madhe Mloja që shfaqet në Ja të thamë këtë gëtësi, këtë nuk e këpërishë, fakti, këtë mirë njohje nga familja ime, që ishte këtë dhe më thonë këtë Redi, Redi dhe Albi. Albi është i madhi. Albi është kë me syze i madhi, Redi dhe nuset e trupo. I vogli ka edhe të fejumen ish basketboliste Niseina Kraja, një basketboliste e ekipit kombëtar shqiptar. Bukur, i vogli po ka shkuar me shtatar të gjithë. Duke që ka shkoqen jetë tek basketbolli. Pra, familja Mloja respekt. Të thënë që ishte emocion shumë i madh. Beni, ne do të ndalemi. Çfarë bëjmë? Kjo është momenti i mesit çfarë? Po është me të vërtetë, janë momente, ato janë krenar për edhe ju jeni krenar për ato, ato janë krenar për ju. Ne do të ndalemi gjatë në një emision të posaçëm me ju për gjithë karrierën sportive. Ky është rafti që kam në shtëpi. Ky është një ka domethënë atë kuptimin e një librit. Këtë ideimi i saj është i bashkëshortes seme Deita. Të janë titujt mjeshtër i mall edhe në kohën e partisë punës janë me urdhën e infrashe e këta gjëra. Kurse të janë fotot që unë nuk i heku asnjëherë, ta i kam edhe në kliniket e mia, marrë me pa klinikën time, janë komplet dikuj është bardhëzi, këtu dikuj mund t'i bëjnë përshtypje, brezit të ripë se janë foto bardhëzi, po janë fotot pa zënë. Shkurtimisht, kur me se përmendë klinikën, 2 djemë tuaj, ju aktualisht keni dhe klinikën Mloja, në fizioterapi, ju jeni shefi i madh, por 2 djemë tuaj ju kanë pasuar traditën. Dhe të 2 djemë së bashku me ju mbuloni ekipit e Vllaznisë. Po thuj se të gjithë klubin shumë fortë të Vllaznia, përveç ekipit të parë të futbollit, të gjitha llojet e sporteve i kena nën patronazhin ton. Siç e dini edhe unë edhe Redi, jena të angazhuar pothuajse më shumë. Jena rrallë parë kena ekipin e futbollit, se kena primar ekipin e futbollit femna, që po përgatitet tash se me ZTSA Hallett Shorti i Champions League, po bëna gati për Kupën e Europës. Plus ekipin dolme, nuk e keni thënë edhe ashtu, brenda një ditë unë për veti mora 3 medalje. Dola në kampion e Europët në garat në maj, se u zhvillua aktiviteti Europian në Shkodër, ku mora pjesë në garën e Helli Shëshnizës. Prej to nisa direkt e shkova në Tiranë në finalin e futsallit, që dol me kampion me futsalin. Sa më e futsallit direkt në fushën e Partizanit, ku dol me kampion edhe me ekipin e Vllaznisë. Beni, morime për gjithë shkatë, do të ndalemi gjatë me ju, sepse një karrierë me të vërtet brillante, 50 vite pranë sportit. Me njëjtë është me kronika për turneun ndërkombëtar të moshave, i cili u zhvillua në Shkodër, Summer Cup 2025, apo jo, ky është titulli, kronika e cila i ka pak a shumë të gjitha brenda dhe pastaj edhe një informacion më i zgjeruar nga Podgorica, ndërkohë që pas bisedës me Podgoricën, regjia me bën gati edhe bllokun e intervistave që janë dhënë më njëherë pas aktivitetit me turneun, por edhe 2 intervistat me Albert Marshin dhe me Franco Burraj në atletik. Kronika për turneun e futbollit. Shoqata rajonale e futbollit në Shkodër ka mbyllur një tjetër aktivitet të futbollit të moshave. Bëhet fjalë për turneun ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2025, organizuesi kryesorit të cilit ishte shoqata sportive Shkodra Sport Event, me drejtues ish arbitrin e njohur të futbollit Jetmir Podgorica. Kupa Summer Cup është një kupë që shoqata rajonale e Shkodrës në bashkëpunim me agjencinë Shkodra Sport Event organizojnë prej disa vitesh. Është një aktivitet i programuar prej kosh me shumë ekipe nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali dhe nga Italia. Është një aktivitet pothuajse ndërkombëtar, por kishim edhe shumë shoqatat tona që aderojnë në kampionat. Një ndër faktet që mund të tregojnë masinë e këtij aktivitetit ishte sepse ne kishim 8 fusha të ndryshme ku zhvilloheshin ndeshjet paralelisht dhe në të ishte ka një nevojë për një staf shumë të madh. Janë rreth 50 persona të cilët kanë kontribuar në këtë aktivitet, duke pas pozicione të ndryshme në këtë aktivitet pra për ta bërë të mundën realizimin e tij. Pjesë e këtij turneu, përmbyllja të cilit ishte në stadiumin Loro Boriçi, ishin 40 ekipe, mes të cilave edhe ato nga Maqedonia e Veriut. Jemi në Shkodër, që jemi pjesë e Summer Cup Shkodër 2025. Do të kisha dashur të shpreh falënderim për organizatorët, sidomos për zotin Jetmir Podgoricën,
për këtë organizim të shkëlqyshëm të kapit të 3 vjetëshëm. Neve pretenduam të vim për vendin e parë, fituam vendin e tretë dhe jemi të kënaqur me rezultatin e fëmijëve tanë. Turneu ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2025 rikthehet përsëri në Shkodër në fund të muajit qershor, por tashmë për kategorinë e moshës 19 vjeç. Me të vërtetë entuziazëm këtu në studio duke komentuar edhe me panelin, sepse i gjithë paneli ju përcolli morimet me të sinqerta, sepse e meritoni një gjë të tillë. Të vinë 700 sportistë dhe edhe dy fish i tyre në tribunë që kanë ardhur për të shoqëruar nuk është pak. E thamë edhe më herët, por do ta thonë në fund edhe intervistat e plota që kanë folur për mikrofonin tonë, por ju i kënaqur për këtë pjesë të parë, sepse më thatë keni edhe një pjesë të dytë të kësaj kupe që do të jetë në fund të muajit për moshat më të larta U19. Për me kalu diskutimin, nga atletika tek pjesa e futbollit që ne realisht kena disa arbitra që kanë te pjesa e atletikës, tashmë kanë kalu te sektori i arbitrimit, edhe si ishte një ndër ata si driti sepse morëm ne me fol me te, realisht po e kalu me humor, po me biçikletë më i boj 1500 metra shumë, jam me vrap edhe me dar rezultate shumë të mira si Shkodra si driti dhe me bën ndoshta 2 gara në një kohë shumë të shkurtë. Po ashtu edhe Rinaldo Gjolej, Bledar Mesi, e ne Jorgji për shembull kanë atlet. E Florian Lata për shembull që zotnia njeh atlet. Atletin e Jorgji? Po, Melis Drevishi kanë atlet, por ne kena pas një marrëdhënie shumë ngushtë, domethënë me pjesën për arbitrat me pjesën atletik, sepse në gjykimin tim në disiplinën që ne bëjmë mund të jenë ndoshta personat më intelektual që domethënë jena pak a shumë në atë lloj nivelit edhe psikologjik, sepse në sportet e tjera realisht duhen përgatitje më të lartë psikologjike apo në aspektin e formimit, por atletë janë shumë lart në aspektin e formimit. Për me kalu të turneu, është i 8 edicion radhës që ne zhvillojmë, pra Shkodra Summer Cup, sepse zhvillojmë edhe Visit Shkodra Trophy apo edhe Autoktonos. Ne kemi pas 40 ekipe pjesëmarrëse në këtë aktivitet, nga gjitha troje shqifolse, po ashtu dhe nga Italia, për pjesën e parë, pra nga moshën 9 deri në moshën 15. Finalen kemi bërë në stadiumin Loro Boriçi dhe bëmë edhe një ceremoni përmbyllëse në këtë aktivitet. Realisht numri aplikimeve ka qenë shumë më lart dhe shumë e madh, por është mangësi shumë e madhe, kena diskutuar edhe bërë disa herë mangësia për terrenet sportive në qytetin e Shkodrës. Sakrificë, shkallë vështirësie. Mu duke atë ceremoninë kemi folur gjatë për ceremoninë e IPE-s, mbyllja dhe hapja e kampionatit botëror të IPE-s futbollit për policinë. Një invitacion, mu duk pak a shumë edhe nga ana juaj, ashtu si që bërë edhe botërori i policisë. Në Loro Boriçi, tapeti i kuq, ato kupat. Buxheti këtu dhe me thonë është një pjesë e buxhetit financohet nga prind, një pjesë e buxhetit ndoshta, se nuk është e mirë me shpreh, por ndoshta financohet nga unë personalisht për me bë të mujtën realizim në aktivitetit. Gjë që realisht po të them kështu nuk është normale në futboll, por mu vetë financu nuk është normale në futboll për me bë këtë aktivitete. Edhe besoj që edhe zotnit kanë bërë shpesh herë vetë financime ndoshta në aktivitet fundit tyne për me bë diçka që më ia lën ndoshta qytetit të Shkodrës. Të aktiviteti ne kena pas një bashkëpunim shumë ngushtë me IPE-n, pra që nga muaji i shkurt që është bërë deklarimi, kemi kanë bashkëpunëtor kryesor me IPE-n. Ndoshta puna ka vazhduar deri në orën 2 të natës, ka vazhduar edhe herë në orën 6 në mëngjesit, kanë pas një punë shumë intensive për me realizuar këtë aktivitet. Ndjekur, konstatuar. Kemi pas takime pasur orë pune shumë voluminoze, domethënë kena pas një periudhë që kena punuar edhe nga 20 orë në ditë për me realizuar qoftë IPE-n, po qoftë edhe këtë sala, kolegët e tjerë. Taj Perani që ka kanë Lazo Matia, Rudi, po. Kanë qenë në këtë pozicion. Edhe realisht ka kanë një periudhë shumë ngjeshëm për ne si shoqat, po edhe shoqat rajonale dhe Shkodra Sport Event, sepse kena bë mbylljen e kampionatit rajonal, që është shumë e rëndësishëm. Kena bë kupën e Esat Boshati për 96 vjetorin e zotit Esat Boshati. Kemi bë turneun e IPE-s, kemi pas ndeshjen ndërkombëtare në stadium, Shkodra Summer Cup. Por janë realisht një kalendar shumë i ngjeshëm, i cili do të vazhdojnë edhe në fundin e muajit që vjen 25 deri në datën 31, që do të jenë ekipe edhe nga Nigeria, Ghana, Greqia dhe troje shqiptare. Deri atje ke mbërritur të krijosh lidhje? Me thënë të drejtën fillimisht ishte pak skeptik për pjesën e Nigerisë, por duke marrë parasysh popullsinë janë 300 milion banor. 300 milion banor normalisht
kemi pas më shumë akademi dhe më shumë njerëz të interesuar për marrë këtu. Ne kemi edhe shembull konkret të futbollistëve që kanë ardhur nga Nigeria, kanë luajtur ndoshta në nivele të ulta le të themi kampionatit shqiptar, siç është rasti i lojtarit Ibrahim, i cili është mbrojtës i gjatë të Sheroka dhe tashmë ndoshta është afruar tek vllaznia 19 vjeçarëve, ndoshta mund të ketë edhe më shumë perspektivë. Pra ideja që ata lojtarë që vinë nga atje, realisht vinë lojtarë cilësorë dhe ne është treg europian që është hapi i parë për ta. Dhe prandaj mendoj që jena okay, por normalisht duhet shumë punë, shumë staf për me arrit gjëra që ne do të arrit. Mirë, më besoj se pak a shumë i tha kronika, ju një pjesë i bëhet një përmbledhje, por ato që do flasin më pas janë edhe më koncize përpara se ta mbyllim këtu në studio edhe diçka për finalen dhe për përfaqësimin dinjitos të kategorisë U19 në futbollin vllaznisë, e cila mori pjesë në torneun Eagle Cup i Viaregjos është një torneo që bëhet në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit. I pari i këtij lloji që organizohet ndërkombëtar. Po, ato kanë pas një specifikitet sepse kanë pas më buxhet shumë më të madh realisht, edhe kërkesa shumë më të mëdha në aspekt financiar në raport me ne. Kërkesat tonë janë super simbolike, ato kanë ndoshta thjesht shqipinë thon 40 fish më të larta se sot e torneo që ne zhvillojmë si Shkodra Sport Event. Dhe pse humben ndeshjen e parë, Vllaznia U19 i fitoi të gjitha të tjera dhe në finale mundi edhe ekipin Verones me golin e Kubazit. Dhe veçanta ishte ju keni qenë dhe shumë informuar për të turne, por veçanta ka qenë sidomos se promovimi i trive, të cilët sidomos to tri që kanë firmosur për vllaznin, siç është Kubazi, është Joel Hajdari, Arisara, të cilët kanë qenë pjesë e kësaj skuadre. Në gjykimin tim domethënë sporti funksionon me pjesën e shitjes lojtarëve dhe me pjesën e Europës. Nuk funksionon me shitje biletash. Këtu në Shqipëri domethënë atë Sharaka ndoshta 1000 lekë bën një kafe, ndoshta edhe më shumë bën me pinë në kafe ku diun pedonale, këtu 1000 lekë bën bileta vllaznisë. 1000 lekë ndoshta shkon me printu një atletër, 1000 lekë bën bileta vllaznisë. Dhe me sa kuptoj unë, domethënë as lekë sa mbledh vllaznia për një ndeshje futbollit në Shkodër ka më shumë kosto për me organizuar një ndeshje me paguar security edhe gjëra të tjera. Edhe unë mendoj që strategjia e vllaznisë duhet të funksionojë te pjesa e promovimit lojtarëve. Këto lojtarë do shkojnë me lutë në Viareggio Cup në Itali. Aty duhet mu promovu. Është faza e dytë. Në fazën e dytë pra. Me këtë sukses ka fituar të drejtën me shku në Viareggio. Aty ne duhet me shit lojtar. Sikur një lojtar në vit me shit, po tha mund 200.000 euro, që realisht po ten mesazhi është i tillë se Vllaznia U19 ka shansen më të mirë që lojtarët e ri, lojtarët e talentuar të jenë në vitrinën e menaxherëve. Po nuk ka mënyrë tjetër domethënë me mbijetu në futboll. O do të marrësh lekë nga familja domethënë do të hash në futboll, si më kanë të hënë buni thojmë ne popullorçe, ose do shish lojtar, sepse te pjesa e Europës, shumë kujtojnë se Europa bën me lekë xhana domethënë pjesa e tureve. Nëse nuk arrin me kualifiku turin e parë, i totalisht domethënë ndoshta më dësh edhe me minus. Urime edhe trajneri Elvis Plori, i cili ka drejtuar këtë skuadër, fitoi këtë kupë që mori vlerësimet maksimale dhe shpresojmë që edhe në takimin tjetër final në Itali të ketë suksesin e duhur. Të nderuar shikues, me mirë kuptimin e kolegëve të regjisë, të kolegëve të pultit, të Ensar Basha dhe Florian Gërdani, ne do ta mbyllim këtu bisedën në studio, por do të vjonin në shoqërinë e kronikave që anoncuam më herët. Fillimisht do të jenë kryetrajneri i Atletikës Albert Marshi, pastaj rekordmeni Franco Burraj dhe në mbyllje bloku i intervistave të torneut ndërkombëtar të moshave Summer Cup 2025 Shkodra, që organizua në stadionin Loro Brojci dhe në 8 fusha të këtij qyteti. Faleminderit Lorian Idrizaj që ishin në studio. Hera parë, por me lart shumë bresa. Faleminderit edhe juve. Jo vetëm për rezultatet që i keni të merituar, por edhe për interpretimin e logjikshëm të sportit, të atletikës, por edhe në komentet që morit pjesë shumë aktive edhe për futbollin. Ne shohim drejt ardhmes, kampionati i rrallës është Liga e Tretë e Europës, edhe ne shkojmë Sloveni në Maribor me 22, shkojmë kampionati është me 24, 25, mos gaboj. Në fund muajit do të jeni në Sloveni. Me 22 çështje intervistë dhe Albert Marshi pra do të jetë të gjithë kampionët e këtij kampionati janë pjesë kombëtare. Se do thotë jeni ju, Franco Burraj, Kolindo Kiri, Landro Çardaku, Mohamed Çengeli, duhet të ishte edhe si dritë Kopliku, po si dritë i ka këto provimet e matur shtetënore dhe e zëvendëson një djalë i Skënderbeut Korçës. Risa Rasa sot keni me vajzat nuk e kam punën mirën.
me vajzat se kam punën mirë. E konë si vajzë dëshirit. Ja, nuk e kam vetë punën mirë se unë mend vetëm çunat, me vajzat nuk i maj më mirë vajzat. Do tjetë Erisa me ju? Erisa me po tjetër, se është pjesë e ekipit kampione dhe do tjetë Erisa, por unë me vajzat se edhe ju pash me herë që folet me superlativa dhe e vlerësuat si një kolege që është mesjurës dhe keni e maj me hatër se e kena të vetme, por duhet të shtohet numri i femrave, kemi thënë edhe herë të tjera. Gjithë kjo vllaznia kampione absolute për meshkuj. Jo vetëm të shtohet numri i femrave, por edhe numri i meshkujve, sepse siç thamë sasia bën cilësinë. Ne kena pas edhe fatin e mëdha numrin e talentes Heta. E pra thashun me emra vajzash nuk e kam punën mirë. Mesa e profesor Mau, profesor Vildan Tufit. Dhe unë thënë shpeshherë e komentoj Mesa e Musa Hedës, apo vajza Luan Hedës, sepse me prindët shpeshherë sigurisht, sepse prindët i shoqërojmë, ato i shikojmë, ato janë prezent. Dhe kam vënë re që Luan Heta është shumë i pasionuar, e ndjek vajzën e tij dhe kërkon që ta arrisë në gjurmët e gjyshit. Investimi më i mirë që mund t'i bash një fëmijë është ta fush në sport. Nuk ka rëndësi çfarë sportit. Nuk mund të thojmë atletika, futbolli, voleybolli, basketbolli, nuk ka rëndësi. Investimi më i mirë është sporti. Tu kujini ju sot pacient rrallën e kaluar Arden Zhuri, një ish atlet, një kolegi ju, trajner ekipit kampion të botës për policinë, por me tha ka vajzën, ka kaluar vajzën tek profesor Albert Morash, me Albert Morash. Faleminderit pa Indrize, sukses edhe në Sloveni, faleminderit Arben Moja. Faleminderit për ju. Jeni gjigant në shumë aspekte, me shumë plane, do të kemi një speciale me ju, shumë shpejt, dhe urime dhe djalit, djali me sa u informova, njëri prej djemve, djali i madh do të jetë tashmë në Gjermani, në profilin e tij të mjekut sportiv. Faleminderit shumë me kënaqësi. Jetë mirë Podgorica, sepse pati edhe komente se ish arbitër, po jeni arbitër aktual efektiv i top listës superiore së Shqipërisë në më të mirë të vitin e kaluar dhe përsëri si vjet patjetër do të jetë. Unë kam 16 sezone, kam mbyll 16 sezone, domethënë arbitrim, 5 prej tyre janë Super League, po kam filluar në moshën shumë të vogël në Super League, moshën 22 vjeçare, 23 vjeçare kam kanë në Super League. Dhe natyrisht dëshira është, shpresojmë edhe shpresojmë të Zoti më na mojë forcën dhe tani që më arrit me realizu. Rast të tjerë vetëm e parshëm, siç bën pjesë edhe ish kryetari i kolegjiumit Mill Shkëmbi, Merita kryesori i takon kryetarit aktual Dritan Sala, i cili shpeshherë flet për ju me superlativa. Edhe për kolegët e tjerë, por Dritani për ju është edhe një busull orientuese. Patjetër, sepse drejton kolegjiumin që nga viti 2013, pa bën 12 vite që drejton kolegjiumin, dhe tashmë do të kenë edhe zgjedhjet. Edhe normalisht është një busull orientimit edhe për arsyet e tjera, por edhe kritiku më i madh realisht në jetën time. Respekt edhe për Dritan Salën, pra këtu të nderuar shikues e mbyllim. Ndiqni intervistat, si shta me herë, fillimisht atletika me Albert Marashin dhe Franco Burraj, pastaj edhe bloku intervistave të turneut të moshëve. Në mbyllje nga unë Gaspar Marko dhe kolegët e mi të pultit të transmitimit Ensar Basha dhe Florian Gerdani, por edhe të montazhit të cilët kanë realizuar dhe montuar kronikat, siç është dyshja simpatike Orim Hysa dhe Ledi Dani, mbyllim të emision duke ju lënë takim javën e ardhshme me të tjera tema interesante. Deri atëherë mirupafshim. Albert Marashi, kryetrajneri i vllaznisë në atletik, e mban fjalën pikërisht një ditë për pranisjes në garat e kombëtare të kampionatit kombëtar për të rritur, premtoi se do të jetë vllaznia kampione, ashtu ndodhi, vllaznia kampione, rekord kombëtar Franco Burraj, si dhe sportisti më i mirë. Përsëri me Albert Marashin pas aktivitetit. Urimi profesor, çdo premtim që merrni ju e mbani dhe ky është titulli 29 të radhës, apo jo? Grazie, faleminderit, e vërtetë që thoni, them drejtën, deklaratat e mia një ditë para kampionatit ishin bazuar në procesin e stërvitjes dhe kontingjencit që kishin përbërë të ekipit atletikës. Duhet të theksoj këtu që kampionati kombëtar shkoi më së miri, me rezultate jashtëzakonisht të mira, një performancë e lartë të atletëve tanë, duke filluar me Franco Burraj, ku ka bërë një performancë jashtëzakonisht mirë në 400 metra dhe në 200 metra, ku edhe përmirësoi edhe rekordin kombëtar. Gjithashtu sportistët e tjerë, si Leandro Çardaku, ka bërë një performancë të shkëlqyer në garën 100 metrave, po ashtu edhe në 200 metra. Në kërcim së gjati, i mirënjohur Muhamet Çengeli dominoi në kërcimin e së gjatë duke u shpallur kampion.
ku në një rivalitet të fortë me Ende Raka, i cili zuri edhe vendin e dytë. Gjithashtu në kërcim të rehapsh, Kolin Dokiri triumfoi në garën e kësaj disipline dhe në garën e 400 metra me pengesa Dorani Drizi, një veteran i ekipit tonë tashtima dhe kapiteni i ekipit, siguroi titullin kampion në 400 metra me pengesa. Duhet theksoj këtu që një paraqitje shumë të mirë, pa bërë edhe atleti jonë tjetër, 18 vjeçari Sidet Kopliku, ku dominoi në 2 gara, një rikthim në garat e gjysmë thellësisë, në garën e 800 dhe 1500 metra, duke u shpallur kampion kombëtar dhe si kampioni më i ri i ekipit të Vllaznisë. Në kërcim së larti, Denis Haxhiaj bëri një performancë të mirë, ku u shpallur dhe kampion kombëtar në këtë disiplinë. Në kërcimin së gjatë për femra, atletja jonë e vetme, kampione kombëtare, Erisa Rasa, siguroi titullin kampion. Kjo do thosha fal punës së të gjithë trajnerëve, kolegëve të mi, Bruno Rotani, Dorian Tafa, Jetmir Jahaj. Gjithashtu duhet theksoj tu edhe kontributin edhe atletëve të tjerë që janë në përbërjet e ekipit, pavarësisht se nuk kanë shpallur kampion, por kanë pas një kontribut të rëndësishëm në pikëzimin dhe në shpalljen e ekipit kampion. Siç është Lulzim Çengeli, Egers Haxhia, e të tjerë sportistë që kanë bërë një performancë mirë, si Elizeo Spothari, Mario Cepi, Dejan Balla, e të tjerë, Ernis Jasini. Kështu që unë them që ne morëm më të mirën në kampionat, duke bërë rezultate shumë të mira, performancë shumë të mirë, si atletëve që janë të konfirmuar dhe atletëve të rinj që kontribuojnë për ekipin atletikës Vllaznia. Profesor, me të rriturit ishte mu them çështja mjetoare, sepse erdhën rradhazi disa trofe. I sati ishte brenda këtij sezoni i trofe? Sezon brenda këtij sezoni, kampionati kombëtar ishte suksesi i 5 i këtij viti dhe suksesi i 29 në historikun e atletikës shkodrane dhe i 17-ti rradhazi ndër vitet e fundit. Kjo do të thotë që punohet seriozisht që me grup moshat dhe deri të të rriturit, jo vetëm për të shpallur kampion, por edhe me rezultate cilësore, çka e tregon edhe rekordet kombëtare. Përveç rekordit e Frankos, ne ishim shumë pranë përmirësimit të rekordit të 4x100 metrave dhe 4x400 metrave. Ku në garën e 4x100 metrave, vetëm 1/300 e sekondit ishim larg rekordit të kësaj gare, që mbahet nga atletët e mirënjohur si Olpion Luli, Sokol Shepeteja, Arben Maka, Ljergjani. Kështu që jemi në rrugën e mbarë me rezultate progresive, me rezultate të nivelit nërkombëtar, ku do të pasohet edhe me Kupën e Europës që do të zhvillohet në Sloveni, pse jo do të kemi edhe ndonjë medalje nga atletët tanë. Pikisht për Kupën e Europës që zhvillohet në Sloveni, si po shkojnë përgatitjet dhe kur do të zhvillohet kjo garë? Atëherë vijojnë përgatitjet intensivisht edhe në këtë periudhë mbas kampionatit, në prag të kampionatit Kupës së Europës që zhvillohet në Sloveni, në datat 24 dhe 26 qershor. Kështu që javën që vjen, ne presim rezultate të larta dhe pse jo ndonjë rekord kombëtar nga Franco Burraj, edhe ndonjë medalje në këtë aktivitet. Do të jetë pjesëmarrëse Vllaznia si ekip apo më të mirë të Vllaznisë në përbërjen e kombëtares? Përbërje e kombëtares. Të gjithë sportistët që janë shpallur kampion me ekipin e atletikës Vllaznia do të jenë pjesë përbërëse e ekipit kombëtar, që do të marrin pjesë në këtë aktivitet. Profesor, dhe një urime për këto suksese dhe të tjera presim në vazhdimsi. Faleminderit ju. Respekt. Vllaznia në atletikë është shpallur kampione e Shqipërisë për herë të 29, një rekord ky në sportin e atletikës në Shqipëri. Po ndërkohë sportisti më i mirë i këtij aktiviteti është shpallur Franco Burraj, i cili një herëzi thellë rekordin kombëtar që mbaj po prej tij. Pikërisht me Frankon pas aktivitetit. Urime Burraj. Faleminderit Gaspar. Ishte një garë fantastike, ku ishte masë e përkryer edhe erdhi rekord me rezultat shumë të mirë në garën e 200 metrash. Si shkoi gara? Ne mund ta përcjellim kështu, 100 metrash i para apo i dytë ishte me final për ju? Besoj se i 100 metrash i dytë ishte me final, që vjen nga baza e stëvitjes për garën e 400-shit. Gara ishte shumë e mirë, ishte i ditë e lodhshme, sepse ditën e parë kishim garën e 400-shit, dhe natyrisht që rezervat nuk janë ashtë maja, por e arritëm sukses edhe thime rekordin kombëtar.
Franco, ky vit është viti i juaj, duket qartë aty, sepse në hakën kohortë të 2 muajve, ju përmirësoni 2 rekorde kombëtare. Fillimisht në stadiumin Loro Borici në garën 400 metër dhe tashmë në Elbasan Arena në 200 metër. Pra një formë mirë sportive që ka të shmonë edhe për bashkëpunimin e mirë që keni me trajnerin tuaj Bruno Rotani. Absolutisht, me profesorin tem kemi bërë një punë paloshme dhe ne shpresojmë që nga e të ardhshme, mbas 2 javëve që zhvillohet në Sloveni, jemi përsëri me rekord kombëtar, të pas parasysh sepse janë gajet ndërkombëtare dhe konkurenca është edhe më e madhe, kështu që atje do të besoj me do të jemi me 2 rekorde kombëtare. Do të vijojnë rekordet edhe në Sloveni, nga Shkodra, Elbasani në Sloveni. Besoj që po, jemi në një formë të shkëlqyer, kemi thyrë rekordin në Shkodër dhe në Elbasan duke pas parasysh se nuk kemi pas konkurrencë edhe natyrisht ne shpresojmë që konkurrenca do të na bëjë që të shtyjmë më shumë edhe të cejmë rekordin. Thatë 2 rekorde kombëtare e premtoni në Sloveni në të 2 garat respektive? Po besoj që po. Tani natyrisht gara është gara, nuk e dihet, por shpresojmë gjithmonë që të jemi me 2 rekorde kombëtare. Pas Slovenisë, cilat janë garat tjera ndërkombëtare që e presin Franco Burraj? Kemi një garë shumë të rëndësishme që është në fund të korrikut, që është kampionati ballkanik, që do të zhvillohet në Greqi. Aty natyrisht ne shpresojmë pak të ndihemi në zonën e medaljeve. Pse jo me një rekord përsëri, por në fillim jemi duke u fokusuar tek Slovenia. Gjithë progres kaq pozitiv, ku pritet të mrej Franco Burraj? Po besoj që ne duke bërë stërvitje edhe për vitet e ardhshme. Në vitin tjetër kemi shumë gare të rëndësishme që janë shumë benefitive për mu, si sportist. Kemi lojët mesatare që ne na mungon një medalje në lojët mesatare. Kemi hupur një medalje para 4 viteve dhe shpresojmë që paktën në vitin që vjen të jemi në zonën e medaljeve. Natyrisht që puna kryesore është me trajnerin tuaj Bruno Rotani, por kam parasysh edhe një koleg tuaj të ekipit kombëtar, pikërisht e Izmir Ismailin që tashmë e keni president, pra e keni qenë një treshe art, kemi thënë vërtetisht Luiza Gjeka, Franco Burraj, Izmir Ismaili, po Izmiri zgjodhi tashmë drejtimin e federatës si president. Sa e ndjeni edhe bashkëpunimin me të? Po besoj se Izmiri tash na ka ardhur në kamp marrë, thënë ne, edhe mas Izmirit natyrisht edhe këto rezultate natyrisht janë fantastike për atletikën shqiptare, po ashtu edhe për Izmirin që tash është edhe presidenti i atletikës. Franco tham në hapje të bisedës me ju që Vllaznia kampione, një rekord absolut që ka tregon për punën fantastike që bëhet në klubin Vllaznia me trajnerët Maraçi, Rotani, Tafa dhe Yahya. Diçka për kolegit tuaj, ku funksionoi më mirë? Po besoj në të gjitha aspektet, që nga talentet e reja që kanë nxjerrë, po ashtu edhe nga masoviteti si ka atletika për momentin në Shkodër, natyrisht që ka atë talente shumë të reja që po rriten edhe normal nga titulli 29 besoj se do të bëhet edhe 30 kështu me vazhdim sepse janë të bërë një punë shumë të madhe për zhvillimin edhe vazhdimin e atletikës. Ta mbyllim përsëri me ju këto 2 rekorde fantastike të Franco Burrajt, ka ndonjë dedikim të veçantë për këtë shkojt? Absolutisht për familjen time, mamën time, po ashtu edhe për trajnerin tim që natyrisht ka bërë maksimum që ne të shkojmë te ky rekord. Franco Rime. Faleminderit. Suksese. Sapo është mbyllur një tjetër turne i rëndësishëm ndërkombëtar, Summer Cup 2025, ku natyrisht si në gjitha turnet është pjesëmarrëse edhe zyra rajonale e futbollit të Shkodrës që drejtohet nga kryetari Lazar Matia. Matia, vazhdon masiviteti dhe turnet të rëndësishëm në Shkodër. Po, siç ju keni qenë prezent vazhdimisht në kjo turne, pas përfundimit të sezonit futbollistik 2024-2025 për shoqata rajonale të futbollit Shkodër, ne ishte një sezon shumë i suksesshëm. Shoqata rajonale Shkodër u përfshi edhe një aktivitet më përpara me kampionatin botëror të policisë, ku aty ishim bashkëpunëtor në organizim me IPA-n shqiptare. Edhe aty ishte një aktivitet me përmasa të mëdha, por mas këtij aktiviteti ishte një aktivitet i programuar Kupa Summer Cup. Është një kupë që shoqata rajonale Shkodër në bashkëpunim me agjencinë Shkodra Sport Event organizojnë prej disa vitesh.
Është një aktivitet I programuar prej kosh me shumë ekipe nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malizia dhe nga Italia. Është një aktivitet pothuajse ndërkombëtar, por kishim edhe shumë shoqatat tona që aderojnë në kampionat. Këto aktivitete përveç rritjes cilësore, mendoj që kanë masivizimin dhe njohjen e fëmijëve sportistë me njëri tjetrin, ka të mundësinë e bashkëpunimit me shoqata të ndryshme përtej kufinit, por megjithatë edhe në fund sezonit arkimin e këtyre fëmijëve dhe as patjetër këtë sezon përveç gjëra tjera që ishin të mira edhe me infrastrukturën sepse ka diçka shenja për mirë me disa fusha që është rritur infrastruktura në cilësi, ishte edhe prezenca e ekipe në këtë stadium, në stadiumin kryesor të Shqipërisë, jo vetëm të Shkodrës, edhe këtu gjej rastin të falenderoj Bashkinë e Shkodrës që na dha mundësinë që këto fëmijë ëndrrën e tyre ta shijojnë në ndjepjen e futbollit në këtë stadium mitik, edhe në këtë stadium ku shumë sportista e kanë ëndrrë që të lozin, edhe mendoj që një pjesë e këtyre duhet të jenë edhe në vitet e ardhshme pjesë e futbollit profesionist. Mendoj që është një aktivitet që u përmend në formë më të mirë, ishin rreth 700 fëmijë që morin pjesë në këtë aktivitet, megjithëse temperaturat ishin shumë të larta, por dëshira e prindërve dhe fëmijëve për ta përmbyllur më së miri këtë aktivitet ishte e madhe dhe u arritë një aktivitet në organizim perfekt dhe me pritshmëritë tona që ishin maksimale. Cili është programi në vazhdimsi për zyrën rajonale të futbollit në Shkodër? Me përfundimin e këtij aktiviteti, mendoj që zyra rajonale e ka mbyllur këtë sezon. Ne përgatitna normalisht për sezonin e ardhshëm, qëllimet janë shumë plane, por ato që janë imediate janë rritja e numrit të fëmijëve, që të kemi sa më shumë fëmijë që të merren me sport djemë dhe vajza dhe përmirësimi në maksimum infrastrukturë sportive, sepse me këtë masivitet, me këtë dëshirë që kanë sportistat edhe rajoni ku ne operojmë, kërkon infrastrukturë më të mirë dhe këta janë dy objektivat kryesorë që shoqata rajonale e futbollit Shkodër ka. Plus është edhe futbolli në shkolla, sepse kemi prej disa vite që zhvillojmë këta aktivitete edhe aktivitete tjera ndërkombëtare që janë me festat e nëndorit, por pret koha për këtë sepse kemi fillimin e sezonit dhe kjo është përgatitja e parë që kena për sezonin 2025-2026. Ju falenderoj zoti Mateja. Faleminderit edhe për jush. Me Amarido Belishin, trajneri i ekipit të Vllaznisë U15, sapo është shpall fitues I torneut. Një finale emocionuese me Atletikun. Na 0-1 e përmbyset në pjesën e dytë 5-1. Është vërtet që nuk e filluar më mirë. Pavarësisht se gjitha ndeshjet e tjera I kena dominuar, edhe kena fituar me rezultat pastër. Sot vetë emocionet e finales, djemt e përjetunin pak, edhe paka shumë ishe I vetëdijshëm për situatën që do të vazhdote, por në vazhdimsi erdhe duke rregulluar mënyrën e lojës edhe përqendrimi edhe në fund arrit me objektivin me këtyre rezultate me fituar me rezultat thellë. Vuajtët shumë derisa gjetet golin e parë, pastaj erdhën njëri pas tjetrit. Diçka për autorët e golave, që kanë meritin kryesor. Thashë më parë, vetë atmosfera festive që ishte në kojtë e tim, edhe nuk u shfaqi që zhvillim. Niveli I tyre u tregu në pjesën e dytë, në të cilën arritëm me dalë lojën tonë, atë lojë të rrjedhshme me krah edhe me krose nga krahët, që e karakterizon edhe vetë ekipin edhe Vllaznisë historinë e saj, edhe mendoj që fituam një ndeshje, besoj se e kena meritu se ishim ekipi më I mirë I torneut. Në kampion e Shqipërisë në kategorinë e Superligës së moshave U15 dhe tashmë edhe fituesi I torneut. Duket se një vit I suksesshëm për Vllaznin U15. Të them të drejtën, që është momentin e parë kur e kam marrë ekipin, kena hasur pak vështirësi, sepse për vetë faktin ekipi vite nga Liga e dytë, Liga parë edhe vite për herë parë në Super League, edhe lojtarët kishin problemet e tyre psikologjike, por besoj se me kalimin e kohës kena ardhur duke rrit nivelin, kena ardhur duke rrit edhe kërkesën e llogarisë, po ashtu edhe renditja erdhi në finale që arritëm në javë fundit me diskutim me Tiranën për titullin kampion. Ildo, me çfarë pash në sfidën e sotme finale, formacioni e juaj dominante me element shtatlar, pra një përzgjedhje e juaj ndoshta edhe personale, po që I vlen edhe të ardhmes. Jo, përveç brumit që ka pas ekipi ekzistent, kena pas rrisim këtë vit sepse kanë 7 lojtarë të jashtëm nga akademitë të tjera të Shkodrës, por fati ka dashur këto djemë të jenë 7 lartë dhe të jenë edhe të vlefshëm. Suksese në vazhdimsi, Elisha.
Naim Vreneci është përfaqësues i klubit Albion U12 që vjen nga Maqedonia e Veriut. I kënaqur për pjesëmarrjen në këtë aktivitet Summer Cup 2025? Do të them shkurt tepër i kënaqur që jemi në Shkodër, që jemi pjesë e Summer Cup Shkodër 2025. Do të kisha dashur të shpreh falënderim për organizatorët, sidomos për zotin Jetmir Podgoricën, për këtë organizim të shkëlqyeshëm të kapit të sivjetshëm. Neve pretenduam të vim për vendin e parë, fituam vendin e tretë dhe jemi të kënaqur me rezultatin e fëmijëve tanë. Gjithashtu morëm një çmim shumë të çmueshëm, siç ishte klubi më fair play në edicionin e CVM. Dëshiroj të falenderoj gjithë organizatorët e këtij eventi të mrekullueshëm në Shkodër dhe uroj që të ketë edhe më shumë ekipe viteve tjera. Patjetër që do të jeni pjesëmarrës në edicionet e ardhshme me ekipet tuaja. Po, jemi për herë të parë në Shkodër në këtë shkollë verore të futbollit dhe na ka lanë shumë përshtypje të mirë dhe sigurisht që do të jemi pjesë edhe viteve të ardhshme. Suksese. Faleminderit shumë. Nga Tetova paraqitet edhe ekipi U11 me trajnerin e Jup Selmani. Selmani, i kënaqur me pjesëmarrjen e këtij turneu Summer Cup 2025 që u zhvillua në Shkodër dhe finalet në stadiumin Loro Boriçi? Patjetër, Shkodra Summer Cup është një ndër turnejet më të organizuar në trojet tona ndërkombëtare në organizimin e Jetmir Podgoricës. Kjo nuk është hera e parë që vim këtu, është hera e tretë. Kaluam shumë mirë, konkurrencë ishte shumë e madhe, loja ishte fair play, referët ishin nivel, organizimi ishte nivel të lartë. Me çfarë mbresash largoheni nga Shkodra? Ne nga Shkodra largohemi me shumë bresa. Një ndër to jemi shumë të kënaqur, jemi adhetar dhe mezi e presim edhe turnet e ardhshme të kthehemi prapë dhe ta vizitojmë Shkodrën. Me skuadrën tuaj, jeni të kënaqur me performancën Me performancën e lojtarëve, me fushën e lojës, me performancën e lojtarëve jam tepër i kënaqur me angazhimin e tyre në lojë. Kanë treguar aktivitete të larta. Jemi shumë të kënaqur, do vazhdojmë edhe të përmirësojmë edhe më shumë nëse kemi dhënë dobësi. Edhe pse me gjeneratën e 11 jemi shpallë edhe kampion, jemi finalistët, kemi qenë finalistët dhe jemi kampionë. Ka elemente perspektives në skuadrën tuaj që mund të furnizojnë skuadrat e parë? Po patjetër ka lojtarë në nivelit të lartë, të cilët janë edhe lojtarët së ardhmes, kur një ndër lojtarët e kishim edhe nga Shkodra Summer Cup, ishin shpallë si lojtari së ardhmes me ekipit tonë. Suksese, profesor. Faleminderit shumë i nderuar. Pjesëmarrës në turneun ndërkombëtar Summer Cup 2025 ishte edhe Dilmia Shkodrane që u përfaqësua me trajnerin mirënjohur Altin Xhahysa. Profesor, një turne interesante, masivitet nga skuadra nga gjithë rajoni. Është e vërtetë, është një turne shumë i bukur, nuk është i raport si na marrim pjesë të këtij turne, është i sot i vit që marr pjesë të këtij turne të organizuar nga Jetmir Podgorica. Them drejtën, është një turne shumë më i mirë në çdo aspekt, si angazhimin, si në pjesëmarrjen e ekipeve që janë të shumta dhe është një vlerë e shtuar për Shkodrën. Pra, kjo aktivitet mos të mesin vetëm me këtë, por të jetë aktivitete të tjera, sidomos në sportin e futbollit në Shkodër. Është një gjë shumë pozitive. Me skuadrën tuaj, i kënaqur me atë çfarë dhan fushën e lojës? Jam shumë i kënaqur. Në finale janë një ekip italian kundërshtar. Po atë me mundësi të fitojmë, por dihet finale një do të fitojmë dhe e hub me penallti me ekipin Juventus Italisë. Xhahysa, një karrierë gjatë sportive, si ish futbollist i Vllaznisë kampione, por edhe trajner me shumë skuadra në Shkodër dhe jashtë saj. Tashmë me Dilmir Shkodrane, si e ndjeni vetëm? Kam drejtën, unë kam gjetë një ngërësi nga presidenti Bernard Kulla dhe drejtori Fatmir Marko. Është një kënaqësi për na shtedimnia, kam drejtën për arsye se të e ditë se është një angazhim shumë i madh dhe gjoja më kryesore të kësaj akademie është vlerësimi i lojtarëve dhe cilësia e lojtarit. Kjo është kryesore për të akademia Dilmia. Me çfarë kemi parë në periudhën e mëparshme nga Dilmia Shkodrane kanë dalë element cilësor të cilët kanë furnizuar dhe Shqipërinë Superligën dhe sidomos në Itali. Është mos e vërtet kjo si thu Gasper, por tam drejtën shumë shpejt do të ndjesh edhe emra të tjerë dalë nga grupi Dilmis. Tam drejtën ka shumë lojtarë cilësor e ekipet e U11-s. Si të moshat e vogla dhe deri moshat e U15. Do të ishte me interes një përfaqësi nga ana juaj këtyre emrave, të cilit mund t'i dëgjojmë më vonë.
Thëmë drejtën, një nërta ishte dhe Vitore si u cilësu lojtari më i mirë i U13-ve Skerdi Skifteraj. Dhe është një lojtar si ka një cilësi shumë të madhe teknike. Dhe shpresojmë si ta qojmë sa më lart, po ashtu ka dhe lojtarë tjerë. Normalisht si janë shumë grupe, thash, janë grupe qyshte U7 dhe deri te U15 si i përgatisin për cilësi. Suksese Xhajusa. Faleminderit. Erion Mandi është trajner i ekipit fitues të torneut Summer Cup 2025 me ekipin atletik U11. Urime, profesor, për këtë sukses. Faleminderit për urimin. Ishte një torneo shumë i mirë këtë vit, bile në më të mirë që organizuar deri tani. Ekipet më konkurruese ishin shumë më të forta. Pjesëmarrë shumë e mirë nga ekipet nga jashtë, nga Maqedonia, Malezi dhe Italia. Është një kënaqësi e veçantë për është kjo grup mosh, sepse është një mosh shumë e vogël dhe ka tepër cilësi. I kënaqur me përbërjen e skuadrës me elementin që keni në dispozicion? Elementi tek U11 atletik është një elementet më të mirë në Shkodër, jo se them unë, po thonë gjithë njerëzit e Shkodër, pa përmend emrat e tyre, po është ekipi më i mirë në zonën e Veriut. Edhe këtë kanë mbi të gjithë. Jo, disa emra do donim të dinim cilët janë ato më kryesorë sipas jush për momentin. Për momentin do të përmendim vetëm 2-3 emra, jo më shumë se i bin nesh edhe grupi tjetër. Po është Marlin Jerina, është shumë sportist i mirë, Anor Kraja, edhe Regis Cekaj, edhe s'mund pa përmend si drejt Hoxhaj. I gjithë janë pa përshtim, po këta ka të bëjnë dallimin në lojën time. Atletik Shkodra po përfasohet dinjitet vit pas viti. Ka krijuar një ansambël shumë simpatik. Kena një staf që punon për këtë gjallë dhe jena stabil, nuk kena probleme, dhe kur nuk ke probleme gjithmonë zgjedhin fëmijët dhe përkushtimi i orën dhe fëmijëve arrin edhe rezultate të tilla. Urime, profesor, dhe suksese në vazhdim. Faleminderit. Ajo çfarë ka spikatur më tepër në këtë turne Summer Cup 2025 u zhvillua në Shkodër, ka qenë rivalitetin mes vllaznisë, ekipeve të vllaznisë dhe ekipeve të Atletik Klub Shkodra. Atletik Klub Shkodra U13 u shpall fituesi i këtij turneu duke mundur vllaznin me trajnerin Eder Zmiani. Urime, profesor. Faleminderit. Është vërtet ajo që the, pasi vllaznia Atletik kanë kënë 4 grup mosha në finale, me U9, me U11, me U13 dhe me U15. Normalisht ishte një rivalitet i fortë, pasi përballë ke një ekip si vllaznia, si gjithë ja din vlerat, por te U13 dhe te U11 arritëm të triumfonin, duke fituar edhe me grup moshën U11 dhe me grup moshën U13. Dua të theksoj se me grup moshën U13 është i dyti trofe rrallazi brenda një jave, pasi pra një jave kemi fituar titullin kampion me grup moshën U13 për kategorinë U13 në zonën renale Shkodër. Pra, 2 suksese brenda javës, ka tregon edhe për punën tuaj profesionale me ekipin U13 i kënaqur me përbërjen dhe me elementin që keni në dispozicion? Jam jashtëzakonisht shumë i kënaqur, e kam theksuar më përpara që është grupi që e bën diferencën, pasi kam lojtarë shumë mirë, janë lojtarë që bëjnë diferencën edhe janë lojtarë të pjesëve ekipeve kombëtare, ku 5-6 sportista janë në kombëtaren e Renale Shkodër dhe portieri është në kombëtaren e madhe. Pikërisht këto emra do donim të dinim nga goja juaj. Në kombëtaren e Renale të Shkodrës është Robert Ndërpejpaj, Rejan Sadikaj, Dan Pjeshka dhe ndërsa në kombëtaren e madhe portieri është kapiteni i ekipit Genis Moja. Si është bashkëpunimi me drejtuesit dhe kryesisht edhe me mund të themi jemi si një familje. Elis Legatin që është një nga emrat me kryesor të klubit. Me kryesor, normal. Mund të them se jemi si një familje, pasi paktën unë jam tash 5 vjet këtu dhe njem si me kanë në shtëpi teme, ku gjithë secili i din detyrat e veta dhe shkojmë në mënyrën më perfekte të mundshme. Një Zmian që po vazhdon të jetë në elitë, tashmë si trajner, pra një traditë e familjes Zmiani, i kënaqur që vazhdoni traditën e familjes së madhe sportive Zmiani. Është e vërtet, duhet me bë një punë shumë mirë, pasi në familjen tonë ka shumë emra të mëdhenj që kanë arritur shumë suksese. Them se duhet njeki rrugën e tyne, por me punë dhe përkushtim arrihet gjithçka. Parënjan Hysu Zmianin apo edhe Luan Zmianin që deri vonë ishte fituesi i këtyre trofeve, po tashmë e përshëndesim në Amerikë. Kemi edhe Denisin. Denis Zmianin është një tjetër për pak për momentin edhe e harruam, por
Denis Zmiani dhe Edi Zmiani janë tashme Ne jemi të rritë e fisit, përfaqësuesit dinjitos të Zmianit që premtonin të të vijoni me suksese? Me punë, duhet me punu sa ma shumë, me sa njef edhe Denisin, a shumë punëtor, dhe mendoj që ka me bë një punë shumë mirë aty te Vllaznia ku ashtë. Urime Eder për titullin dhe suksesin në vazhdimsi. Faleminderit, shumë faleminderit.